Avokat Zaçe Islami, përshëndetje, mirë se erdhe në Close Friends. Mirë se ju gjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi. Je I vetmi opozitari I Shqipërisë apo jo? Deri tani opozitar si vetes s'kam gjetur. Vërtet? Jo. Po ka shumë Të opozitar. tërë janë pozicionuar PD, PS, PSD, të gjitha këto parti që ka të Ramizalis. Të Ramizalis, po si jemi në komunizëm çka? Se çka ndryshuar? Gëzuar. Në komunizmi dhe kaluar komunizmit. Hyrje e bukur. Tani bëm aperitivin e kësaj bisede me verë të bardhë. Po. Ti do na hapësh verën e kuqe. Të shohim kush e hap më shpejt verën e kuqe. Ti apo avokat Spartak Ngjela? Të shohim do masi minutazhin. Merrem atë. Ndërkohë dhe bisedojmë pak. Unë të kam ftuar në podcastin Close Friends si një super orator që je. Njësoj si Sokrati, I cili ashtu si ty përton të shkruante dhe apologjin ja shkroi Platoni. Po. Nxënës si ti. Që kur ja shkroi ishte duket 24 vjeç, diçka e tillë, shumë I ri. Ti ke një nxënës si Platoni që po e mëson, po e stërvit se si t'jetë pa filtra në media? Nuk kam nxënës për arsye sepse nuk kam kohë të jap mësim. Dhe duhen dhe para që të mbash nxënësit edhe ti. Po, dhe Sokrati kështu thoshin që nuk ishte I pasur, rrinte pa kpuc, vishe I keq. Sokrati ishte Sokrati, pa përsëritshëm. E lidha me Sokratin sepse ti je një nga ata shqiptarët, patriot shqiptar, që ke mbrojtur të drejtat dhe interesat e shqiptarëve dhe ke ngritur zërin aq fort, madje ke qenë aq I guximshëm sa në debatet televizive në mediat greke I ke mundur panelistët atje. Është e vërtet? Unë nuk dua të mburrem. Edhe pse në labrit e kemi që ka të sensin e të mburrurit, por janë faktet. Mjafton që të shikoni videot dhe regjistrimet që janë bërë atje në Greqi në atë periudhë, në vitin 99, në pranverën e vitit 99 që ishte një pranverë shumë e nxehtë. Për sa I përket marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, po thua? Shqipëri-Greqi, po dhe Ballkan, sepse kishte filluar lufta në Serbi dhe kjo nuk bët. Kjo nuk është hapse për të më kështë thënë, kësha gjetur një hapse shumë të mirë. Nuk është për këtë punë. Vendosë aty se do të hapim. Po nuk e hap do të jap them. Në mundshme do e hapim. More, për të hapur do të hapim, po... A je lapti, më duket se prishe hapsen, për sotin. Ua, kjo zhurma e hapjes së verës, ë? E pa, aty e ka lezet. Aty e ka, po... A e gëzuar. Tani verën e bardhë e pim në për aperitiv, si shtam. Tani do na servirësh të kuqen, që është një verë shumë e mirë, me daur. Fillojmë me artillerinë e rëndë. Po, fillojmë me artillerinë e rëndë. Doja të fusja në një gracë të vogël që ta servirje për veten në fillim verën, po ti nuk ngatrove. Respektojnë zonjat. Respektojnë zonjat. Gëzuar, zotëri. Zotëri I ri në shpirt. Faleminderit. Gëzuar juve. Gëzuar. Qëndrojmë dhe pak të Sokrati, I cili në moshën 70 vjeçare u dënua me vdekje. Pikërisht se fliste hapur, pa filtra ashtu si ti. Periuda kur ka folur Sokrati është eksaktësisht periuda që ne po I përjetojmë sot në Shqipëri. Janë të njëjtët armiq të Sokratit dhe të njëjtët armiq të qytetarëve shqiptarë, të popullit shqiptar, të Shqipërisë, që sajojnë dhe dënojnë këudoqefi në mënyrë selektive dhe eliminojnë armiqtë e tyre. Për të mos thënë që ka pasur raste që janë
zhdukur njerëz, palën gjurmë dhe nuk di njëri nga kanë vajtur, çfarë kanë pësuar. Që Shqipëria është një vend kaq i vogël, sa që edhe nga njëri qytet në tjetrin të flasim, e dëgjojmë njëri tjetrin. Pra është e njëjta periudhë dhe është e njëjta situatë si e Sokratit. Mos paçim fatin e Sokratit. Mos paçim fatin e Sokratit. Po, në fakt ti këtë që bën? Guxon. Nuk e frikë se të heqin qafe? Unë kështu jam krijuar, unë nuk ndryshoj dot më tani. Po nuk e frikë se ti di dhe gjërat mirë, se çfarë ndodh në skutat më të errta të frikë kam vetëm vendi Zotin. ose të botës. Frikë kam vetëm nga Zoti, nga kurkush tjetër. Shikoj, në këtë botë na është caktuar edhe ardhja edhe ikja nga kjo botë. Dhe atë caktim, atë vendim e merr Zoti. Po desi Zoti që unë tiki nga kjo botë, ata do ta kenë kollaj që të më eliminojnë. Por nuk desi ai, sikur aty të kem me ta bashkë nuk mbëjnë dot gjë. Kështu që unë nuk trembem. Domethënë beson në Zot, po do flasim në një moment tjetër. Patjetër. Më vonë do rikthehemi te Zoti. Ti je një avokat që natyrisht që e di se ç'a ndodh këtu. Po, e vërtet është. E ndjek me vëmendje të jashtëzakonshme situatën në Shqipëri. Kam vite që kur kam njohur veten që e ndjek situatën, qoftë në Shqipëri, qoftë në botë. Kam pasur fatin e mirë që kam jetuar dhe kam punuar me njerëz me nivel dhe në shumë raste edhe kam mësuar prej tyre, sidomos gjatë periudhës që kam qenë në emigracion në Greqi në vitet 91-2005. Dhe kjo më ka ndihmuar që të orientohem drejtësisht, saktësisht në interes të vendit tim dhe të popullit tim. Po ju them vetëm një rast. Në vitin 1995 në Greqi vjen për vizitë dhe jep intervistë në një kanal të agimit të artë, Hrysia Vji, që i quajnë ata. Vjen dhe Skënder Gjinushi dhe Recep Mejdani. Tani që të vinë dy udhëheqësat shqiptarë, dhe politikanë të mëdhenj shqiptarë të vinë dhe të flasën në atë televizion, që është më anti-shqiptari anti-shqiptarëve që mund të ketë, kjo gjë nuk më ka pëlqyer dhe e kam kundërshtuar, e kam urryer, por nuk kisha çfarë të bëja sepse s'kisha pushtet. Dhe ky kanal në një nga emisionet e tij fton një gazetar komunist grek, Vasil Rafaelidi, do t'i them emrat e gazetarëve grek sepse janë të njohur. Ai ka ndruar jetë tani, po emisionin e tij unë e kam të regjistruar në video në shtëpi, videokaset. Dhe kishte të ftuar një Athanasios Strigas. Është emri i njohur këtu në politikën shqiptare. Politikanët e din, Ministria e Mbrojtjes e di, qeveria e di. Pse është i njohur? Ky ka qenë kolonel grek, përfaqësuesi i shtabit i ushtrisë greke në shtabin e NATO-s. Dhe e interviston ky gazetari dhe i thot, si spjegohet zoti Strigas, i thot që Amerika mbylli 3 baza shumë të mëdha amerikane në Greqi dhe mbajti vetëm 2, mbajti të Sudhas, që Sudha është një bazë shumë e madhe amerikane në detin Mesdher, është në Kret dhe thuhet që atje ka dhe armat imbërthamor. Mbajti edhe këtë në Prezi tha që s'ka asnjë vlerë, kjo e Larnakas. Edhe ky general koloneli qeshi. Thot, kjo që ju thoni, thot, nuk ka asnjë vlerë, kjo ishte më e rëndësishme, i thot, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa që kërcënuan që mund ta marrin dhe me forcë. Pse, i thot ai, sepse në shelfin e detit Joni, thot, flën 1,5 miliardë fuqi naftë. E ke ngritur zërin për naftën ti? I pari që kam shpallur, do ta them. Tani, për këtë jemi. Dhe unë vini në Shqipëri në 2005, nuk ktheva sepse Greqia mbaroi. Në 2004 mbas lojrave olimpike, Greqia përfundoi si shtet, edhe shikojeni ku ka arritur. Dhe në 2009 shikoj plasi skandali detit, vjen Doran Bakojani, ushqit deti, ishte e llahtarshme, ishte jashtëzakonshme, e papranueshme për mua, nuk mund të po s'kisha çfarë të bëj, unë një qytetar jam. Dhe hap atë videon, e dëgjoj një për një dhe bëj një shkrim
në gazetën sot, ka qenë në mos gaboj data 27 tetor 2009-ës, them deri ku do vinë kufiri me Greqinë, zoti kryeministër, i drejtojmë Sali Berishës. Dhe shtilloj me hollësi këtë ngjarje. Tani lind pyetja ju ose kushdo tjetër do më thotë më ore, kush të tha ty ta regjistrojë atë emision? Më thanë dhe gjegja kombëtare shqiptare asnjë tjetër. Pra, duke jetuar në vendin e tyre, duke parë një qëndrim të tillë të tyre, patjetër që unë nuk do ta pranoj, nuk e pranoj dhe se kam pranuar ndonjëherë. Dhe ajo që më ka shqetësuar më tepër dhe që nuk po flet njeri në politikën shqiptare, dhe këtë unë i drejtojmë të gjithë atyre që e quajnë veten politikan, po i drejtojmë nga ekrani juaj. Ju zotërinj politikan mos e gënjeni popullin shqiptar, mos vazhdoni poshtërsinë dhe marrëveshjen tradhtare anti-shqiptare që ka bërë Enver Hoxha në 1946 me taksajnë me ish ministrin e jashtëm të Greqisë. Marrëveshje nëpërmjet të cilës Greqia nuk do dërgonte grupet armatosura në Shqipëri dhe Shqipëria do të hiqte kartën e identitetit greke çamëve të kthyer në Shqipëri. Dhe që atëherë sot e kësaj dite ne nuk më gjeni një politikan që thot Greqia me Greqinë kemi luftuar ndonjëherë. Asnjë nuk e thot. Në fakt kemi luftuar, kanë bërë luftë, kanë ardhur grekët si pushtues, është e famshme betejë e Lëkursit, që janë vrarë 6 vetë, dihen krimet që kanë bërë në Shqipërinë e Jugut, duke filluar me Panaretin e Korçës, me Përmetin, me Gjirokastrën, me Vlorën, deri në Kuç të Vlorës, që janë vrarë me qindra grek, por që u shpërngullën fshatrat e Kurveleshit ikën dhe vajten në Vlorë. Dhe kënga thot, qaj mo Shqipëri ullër mo je gjorë, gratë e Kurveleshit me foshnja në dorë shkojnë për në Vlorë, i përzuri greku me urë në dorë, ura shure zjarrit. Pra, këto janë të vërteta historike që nuk i mohoni do t'ju zotëri politikan shqiptar të tërë spektrit politik, se i veçant nga ju jam vetëm unë. Gëzuar, ti e vërtet gëzuar. Po tani si ka mundësi që... Dhe jam mësuar që ti them gjërat me emrin që kanë. Ti ke shkuar në Greqi, më the, për herë të parë dhe që u vendose aty, në datën 15 mars 1991. Ja. Po. Por në Greqi shkova mbasi se ka diçka më përpara. Në korrik të 1990 unë hyra në ambasadën franceze. Kisha bërë 2 mozhet në frëngjisht. Atëre dhe komunikoja lirshëm. Dhe ditën e parë që hyra, natën e parë që vajta atje, pyeta atë të shoqen e ambasadorit, ajo që një sërbe me origjinë, shoqja e ambasadorit francez, dhe i them zonjë, si ishtë ligji francez për bashkimin familjar, sepse unë kisha grua dhe 2 fëmijë, nuk mund t'i lërja këtu në rrugëve, dhe që vajta atje vajta për fëmijët. Se ishte momenti që Shqipëria ishte katandisur. Po, tjetë, ndërrimi sisteme dhe... Në 90-ën... Ti qa punë e bëje në ato kohë këtu në Shqipëri? Atëre kam qenë ushtarak. Ushtarak, oficer? Po, dere atëre, po. Nën oficer kam qenë oficer. Kisha mbaruar juridikun me korespondencë. Dhe ika vajta në ambasadën franceze, si kundër të thash, dhe pyes të zonjën e ambasadorit, se isha të Rrugë Elbasanit, atë ishin vetëm ambasadori e shoqja, kishin dhe një fëmijë të vogël, një 5-6 vjeçë. Ajo fëmija ngjante shumë me vajzën time të vogël dhe ajo tërë ditën e perëndis nga mëngjesi deri në darkë dorën vetëm në duart mia. Dhe ajo ma vështirësoi jashtëzakonisht shumë qëndrimin atje, për arsye se unë mbaja vajzën e botës në duar dhe vajza ime rritën te pelen, sepse nuk mi dërguan fëmijët, njerëzit e bashkëshortes. Ishte situata që njerëzit ishin të tërë të tronditur, të tërë të trembur, të tërë të terrorizuar, sa s'kish ku të shkonde më. Dhe kështu që më thot ajo, brenda 3-4 muaj, thot kjo punë zgjidhet. Okej, fjeta mendjen unë. Ati ishte dhe djali në Marashit, ishte kryetari Komitetit Ekzekutiv Tiranës, ishte dhe një 4-5 veta të tjerë kështu, gjithse bëshim afërsisht 8-9 veta. Dhe mbas sa ditësh vjen një mauni që shkarkon ushqime për ambasadën. Kishin cilë ca punëtor në këta romët, që shkarkonin makinën, dhe ndërkohë vjen ai shoferi, një djalë i ri,
Edhe unë e pyesi them tha, pse nuk formoni një parti komuniste, parti tuaj, tha, ju shqiptarët që të kundërshtoni komunizmin. I tha, zotëri, nga erdhe? E erdhe nga Durrësi, po i pe dyqanet, po i pas. Kishin gjë brenda, jo, boshta. Por njerëzit nuk kanë një vakt buk, i thash, nuk diskutohet që ta keni, thash. Si do bëjnë parti politike dhe më të thash në këtë terror që më zotron këtu, i thash. Nese, ndonja një 2 ditë më prapa pastaj. Se tha, i thash më thuajnë çik si e keni ligjin për bashkimin familjar. Thot, shiko, do bëni, thot, 2 vjetë do mësoni ligjin dhe kushtetutën franceze, thot, do jepni provim, do futeni në punë, do t'ju sistemoj shteti francez, thot, 3 vjetë në punë, dhe pastaj do merrni green card, që të keni mundësi, pastaj që të bashkojni me familjet. Thash, dalin që si nga mirë puna këtu. Dhe gjeta një moment edhe ika. Sepse unë nuk i ka që të lërja fëmijët rrugëve. Mora pashaportën ati. E mora pashaportën? E mora aty në ambasadën franceze. Dhe kjo të ndihmoi që të shkojë në Greqi pastaj si zotëri. Vajta në Greqi. Jo nga Mali. Patjetër, asnjëherë s'kam shkuar nga Mali, unë gjithmonë kam shkuar si zotëri në Greqi. Duhet të them një gjë, një të vërtet, sepse të vërtetin ja kemi borxh dhe shoqërisë, po ja kemi borxh dhe Zotit. Nuk mund të kritikoj asnjë qytetar grek, asnjë komshi grek, asnjë njeri me të cilin na pritën, na përcollën, na ndihmuan, na dhanë punë, na dhanë gjithçka. Ndërsa nuk mund të rri prap pa dënuar në mënyrë më të ashpër atë krijesë jashtëzakonisht agresive dhe çnjerëzore që quhet kisha greke. Dhe këtë e vërteton dhe i madhi Fanoli që thot demi të vret me brir, greku të vret me kish. Pra, ne armik në Greqi kemi kishën greke. Kishën Dhe greke nuk tani? dua që të më ashaj njëri qytetarin grek. Sinqerisht këtë e them me gjithë shpirt. Sepse më kanë zgjidhur probleme jo të mia vetëm, por unë punova sa atë në qendër të Athinës sepse kisha zanatin e trashëguar nga babai. Dhe më kanë Qa ora është të vinin aty aman? Rolex kishte? nga të tëra, deri tek Vasharo Konstantin. Që kushton? Rreth 700.000 euro, ashtu drami kushton atëherë rreth 4-5.000 euro, 6.000 euro sot. Tani u ka vajtur çmimi në qiell, po si janë orët më të sigurta në botë. Dhe kam ndihmuar shumë qytetarë që vinin për të filluar punë me përkthime dhe duke u gjetur punëra me qytetarë grek që vinin në dyqan, nuk më kuptonin nga gjuha, besën, do them të vërtetën, nuk e dinin që isha shqiptar, mendonin që isha grek. Sepse flisje greqishte në mënyrën perfekte, dhe kjo ishte arma jote më e fortë. Po. Pra kisha 2 byzylyktar në dorë, gjuhën greke dhe profesionin e orëndrejshit, që kisha mësuar qenë të pelen me babai. Historia ime është e gjatë. Historie bukur. Që kemi qenë që e zvrën gojë të pelen, e zvrën gojë për arsye sepse ne ishim me punë, babai ishte me punë orëndrejqës në të pelen, dhe në 66 ishte edhe mjek popullor që e di gjithë të pelena që i ka shëruar nga verdeza, nga ekzema, nga kanceri lëkurës, nga lloj probleme është kësaj natyre. Dhe për këtë arsye në 66 mbas letrës hapur të Komitetit Qendror të Enver Hoxhës, na marrin nga Golëmi dhe na te pelena dhe na dëbojnë, na çojnë në Golëm. Në Golëm kemi në 3 ditë në shi, jashtë 11, 12, 13 shtator. Në shi, eksaktësisht pa kështu pas madhuar gjë, se s'kishim ku të qonim, se nuk është se na çuan as trehuan diku. Po ti krenohesh je nga Golëmi Gjirokastrës? Apo krenohesh nga që... Unë krenohem nga Golëmi i Gjergjaranit Komemit, i Gjergjaranit Golëmit, dhe jam nga vendi i profesor doktor Bilal Golëmit, ne kemi krenarin dhe mburrem që nga fshati jonë ka dalë një shkencëtar me famë botërore që quhet profesor doktor Bilal Golëmi, emrin e cilit e ka Instituti Bujqësor në Tiranë. Pra, na hoqin dhe na çuan fshat. Dhe ajo që na ndryshuan komplet jetën. Kjo që edhe arsyeja e pakënaqësisë që kisha dhe që kam dhe që nuk më del kurrë me komunistët shqiptarë. Se baba im që teknik, s'ke burokrat, s'kish
problem biografie s'kish. Do me thënë je i persekutuar, ke qenë i persekutuar. I dëbuar. I dëbuar. Po. Mos ndoshta kjo e shkuara jote të ka akumuluar këtë lloj nervi dhe inati që ke gjithmonë? Jo, është një faktor tjetër, të cilin do ta them. Unë kam dëgjuar për herë të parë Zërin e Amerikës në nëndor të tetor të 1959-s. Kishte vajtur përpara babai në Tepelen që kishte filluar punë sa që aty hapi për herë të parë dyqanin e riparimit të orëve. Dhe unë isha atëherë 9 vjeç. Dhe dëgjoj për herë të parë Zërin e Amerikës. Kishim një radio Orion. Ndoshta i zgjeroj shumë, po me që mi hapti këto tema se s'kisha ndonjë që të zgjerosha. Se kemi shumë gjëra tjera për të diskutuar. Kemi shumë për të diskutuar, ja, dhe pak do prezantojmë jetën tënde, Dhe mësova, dëgjoja Zërin e Amerikës vazhdimisht. Gjithkohës. Që nga tetori 59-s deri në 90-ën, Zërin e Amerikës kam dëgjuar vazhdimisht. Edhe kur isha në punë në Tetan. Kjo është diçka shumë e veçantë, se besoj se ka pasur shumë si ty. Po, unë kam dëgjuar gjithë jetën me 2 vesh. Pra njëri vesh që dëgjohet që thoshin çdo propaganda zyrtare shqiptare, veshi tjetër që thoshin Amerikë dhe bëja krahasimet. Dhe dili atje ku mendoja unë që duhet dal. Pra, kjo është arsyeja që unë që je kaq rebel. Jam rebel, jemi dhe nga natyra rebel. Ne si fshat, po edhe si fis jemi rebel. Kjo është nuk Ju jeni më të famshmit e Golëmit të Gjirokastrës? Shiko, jo, këtë edhe ta thonë Golëmasit, po di që gjatë viteve të socializmit, Golëmasit kur donin që të shanin qeverin, thoshin qeverie islame. Dhe ka dhe një barcolet, do ta them dhe anekdotës se ti më detyron vetë. Islame është mbi emri juaj, fisi juaj, po, islami. Në 52-shin një bashkëtarë jonë, oficer në Durrës, sa ishte martuar dhe i vjen e jema nga Golëmi për ta parë si ishte sistemuar. Vu në radio në darkë, dha lajmet edhe muzikë çfarë dha Radio Tirana dhe mbyllje se atëherë Radio Tirana punonte 2 orë mëngjes, 2 orë në drek, 2 orë në darkë. Moshatarët e mi e din. Dhe e mbylli ai namiku i thot jema pse e mbyllën namik, i thot po mbaroi Tirana, mama i tha. Po vuret e Gjirokastra, po dhe Gjirokastra ka mbaruar i tha. Po vure në Golëm, i tha, flën, i tha i në Golëm. Jo, i tha, vure se janë islama i zgjuar. Këtë ta thash, këtë e din tërë Golëma si të talën të thuaja shoqes tënde frizës të do të ta konfirmoj. Dhe them se ma ka konfirmuar më parë para se... I vetmi fis në fshat që s'kemi pasur, s'kemi qenë çoban. Nuk kishit Jo, s'kemi pasur. Jo, stanë stonë nga këto stole më të thash, s'kishim ne kishim se cili 15-20 kokë bagti për të jetuar me to. Po kopetë më dha se që kishin bashkëfshatarët e tjerë që kishin nga 1000 dhe nga 2000 kokë. Ne nuk kishin. Dhe gjithnjë them me vete, si nuk kanë plasur ata fshatarët e mi që u morën një herësh 500 krerë, trak i morën i merr shteti. 1000 krerë i merr shteti. Në kohën e komunizmit, kur ndodhi... Kooperativave. Kooperativave, po. Kështu që kjo është me pak fjalë e kaluara jote deri në moshën, sa vjeç ishe? Kur le Golëmin edhe shkove në Greqi? Jo, në Golëmin e kam lënë që në... Që i vogël? Që i vogël, po... Erdha ushtar në Tiranë, nga ushtria ndënja në Tiranë, u vesha në oficer atëherë, bëra dhe shkollë, dhe në 90-ën, si që thash, i ka dhe bajta Kur u martove? Para se të shkoje në Greqi, Në 77. Në 77-ën, po. U martove me dashuria, apo me plesëri? Jo, me njohje. Me njohje? Po, unë i njohja dhe fisin e vëllezërit edhe prindërit e së me shoqi, dhe ata më njifrin se në Tepelen, nga Tepelena e këm gruan, unë atje jam rritur me ata bashkë, dhe kështu që njifeshin 2 familje s'kishte problem fare. Thjesht... Po më duket pak çudi që ti të lidheshe me mblesëri, të lidhje jetën me mblesëri. Po flasëm vite 75, 76, 77, 78, 80. Po ti dëgjoje Zërin e Amerikës këtej dhe... Po si kisha ato kondita unë ato mundësi. Nuk i kisha, si thash. Që do më tregoje se? Doja të dija, herë parë që u takova me bashkëshorten time, doja të dija ku ishte në politikë, që mendim kishte se prindërit e saj me biografit mirë.
Dhe sa kishte dalë ai libri Shënime për kinën, i Kolaqit i Gjirokastrës. I Enver Hoxhës. I Enveri. Ti i thua Kolaqi i Gjirokastrës, ë? Po, ashtu i them. Sa ashtu i thonë Gjirokastër. Dhe doja të dija qa mendimi politik kishte, sa ma çua ka bërë ai shoku Enver atyre kinezëve, i thash. E kush e pa që i shkruaj atëherë, më tha kjo, i shkruajnë tani e thonë gjithë, i tham atëherë, aq desha unë. E zgjuar, E pas që e kisha si ventje edhe kaq. Ishte, po e bukur? Kështu që- E bukur patjetër, ë? Si e bukur. Një grua e bukur? Se s'na e ke treguar asnjë grua, nore. Pse mban kaq të fshet Grua se gruan? kam për vitrinë. Po na e trego grua ndonjëherë. Ta shohim. Bjonde, brune, e gjatë. Çfarë? Brune. Brune ashtu? Ky ishte shëndet për gruan. Faleminderit. Faleminderit deri E patshme jetë dhe të pasme Faleminderit jetë. e ti të rosh me gjithë çdo zemra. Rofsh, tani dua të rikthejmë pak te Greqia sërish, sepse ti, pavarësisht se ai personi që ka thonë unë isha patrioti i vërtet, ka qenë një aktor që quhet Lert Vasili. Se kam parë ndonjëherë në asnjë protestë në Greqi. Vërtet? Mund të ketë dalë mbas vitit 2005 që kam ikur unë, po atëherë kur zihen te Athina, sepse protestën e parë ne e kemi bërë në mars të 1998, se e kemi bërë para ambasadës Jugoslave në Athinë. Duke thirrur UÇK, Kosova Republik, kemi qenë tamam përballë ambasadës Jugosllavisë sa asaj kohe, dhe në një video që kam, se atë protesta kam filmuar vetë me videokamerën time dhe Po, ma tregove, është ajo protesta që më tregove. Po. Dhe duket kur ata punojësit e ambasadës hapin perden që të na shikonin kështu. Kam dhe një intervistë të shkurtër atje, po do ta gjej dhe do ta shikojmë dhe atë. Dhe në mars të 99-s pasaj kur filluan bombardimet, unë kisha qenë në Tiranë dhe vija në Greqi, ka qenë data 24 mars në ora 9 në darkë, me orën greke, se në 8 kemi orën shqiptare, më merr në telefon bashkëshortja më thot, filluan bombat e para në Beograd. Çfarë thua më, i thash? Ja, më tha, ndalo, hap rrugën, baj makinën se do flasim. Dhe unë mendova mos kesh ndonjë problem familjar, më thot, kanë filluar bombardimet, raketat e para në Beograd. Kam bërtitur atëherë, në gëzimi, burrit, se si tur ta them, dhe ka qenë data 24 mars. Në datë 24 dhe 25 ishin ftuar 2 shqiptar, një nga Qeparoi dhe një tjetër nga Gjirokastra, nuk ka nevojë të them emrat. Dhe po debatonin me deputet dhe gazetar grek, me njerëz të nivelit të lartë të gazetarisë dhe të politikës. Në emision? Në emision tek Sky. Te Sky, po. I ndjekun ata në... Po kush ishin? Pse s'mund t'i themi emrat? Po s'kam të drejtë i them, edhe i them, po do më kërkojnë llogari. Njëri ishte... Po jo, ma ato kanë dalë në televizion. Njëri ishte Lefter Marto nga Qeparoi, dhe tjetri Besnik Çano nga Gjirokastra. Nuk e njihnin mirë gjuhën greke me sa pash, po edhe formimin e duhur për një tavolin të tillë dhe për një panel të tillë që e pa mundur që ti përballoje. Dhe ata kishin një gjë që jepnin në titra, jepnin numrat e telefonave. Dhe unë marrë telefon në datën 25 në darkë, thash ka mundësi që të vitë marrë pjesë ati me juve në emision tuaj. Thot ajo, nga Gjirokastra, por e pirot, jo, i thash jam shqiptar në 100%. Po nga e ke mësuar gjuhën greke, tha sa vjetë ke në Greqi, pak rëndësi ka jo, i thash, do më pranoni në emision apo jo? Po, thot, vishtesën në orën 11, thot, flasëm këtu me Trianda Filopullin, tha, me Maqin, gazetari vjetër ai, dhe do të njoftojmë neve, tha, kur më marrën telefon në orën 10 pa 10, pa vajtur orën 11, zoti Islami, thot, ka mundësi të vish në orën 11 vim ne të marrë me makinë ku do që jesh, jo, thash, kam makinën time, vajta i gjeta ku ishin, dhe u përballa, ishte në ata e parë që janë përballë me një nga gazetarët më të aftë të shtetit grek, një komuniste, Liana Kaneli, të cilës midis të tjera që thash,
feja e shqiptarit është shqiptaria. Na e thuaj në greqisht? Në greqisht duam ta dëgjojmë. I thërësia ton albanonin e o albanizmos. Dhe ajo më thot mua, ti në o albanizmos. O albanizmos in e to idhjo opos in e o elinizmos. I thash, shqiptaria është një lloj si që është helenizmi. Dhe në pjesën e dytë ajo i thot gazetarit, unë nuk dua të jem në panel me këtë zotërin, i tha. Dhe serdi më, Liana Kaneli. Pre asaj nate, dhe deri sa i ka në Greqia, gjatë gjithë kohës më kanë ftuar gazetarët grek për debate të ndryshme, qoftë për çështjen e Kosovës, qoftë për çështjet e emigrantëve shqiptarë në Greqi. Ke qenë shumë i zjarrt në diskutime, shumë rebel, me shumë ton, po si a dilje që s'kisha as dokumentet greke? Jo, ajo më bëri përshtypje mua se do vinte edhe dilje në televizionet më të famshme të Greqisë. Kam menduar, ose kam besuar, edhe budallëk nuk është, po besoja tek demokracia në Greqi, edhe si vendi i demokracisë. Po në fakt? Origjinë e demokracisë, por në fakt s'qashtu. Se çfarë ndodhi që mori një mësim nga kjo? Që mësova të vërtetën. Në 28 nëntor të 2001-shit, 2-3 ditë përpara, më vjen një ftesë nga ambasadori jonë në Athinë, zoti Kastriot Robo. Më thotë, ju dhe bashkëqortja juaj jeni të ftuar në datën 28 në darkë, në orën 7 në darkë, në Hotel Divani Karavel me rastin e koktejl që jep ambasada për trupin diplomatik të akredituar në Athinë. Po, që e bëjnë gjithmonë, po. Në 500.000 shqiptarë ftoi mua dhe unë patjetër do vete, thash çfarë do bëj. Po ti ishte kthyer në një figurë të rëndësishme atje, edhe për shqiptarët e Greqisë, por edhe për grekët. Edhe për grekët, natyrisht, ata më ftonin vazhdimisht, gjenin shkak për të patur, ata i thënë theamatikotit, shikueshmëri. Po, se bëhesh e viral ti që në atë kohë. Po, dhe vajta në darkë të Divani Karavel përballë Hiltonit në Athinë. Më thotë ambasadori, zoti Islami, thotë si shpjegohet që nuk të njeh njeri në ambasadë ty. I thash, zoti ambasador, unë nuk vi në ambasadë se ju një tërë komunist atje. Ai qeshi, se diplomate sapi, po njeri shumë i mirë, respekt, si e zakonshëm. Ju përshëndes, zoti ambasador Kastriot Robo, kudo që t'jeni, brenda ose jashtë vendit. Ju përshëndes dhe respekt maksimal për ju. I them, mor, po këtë, se qyshi është kjo punë, i thash, unë di më mirë, po dua të di, thash, se më mundon një pyetje, i thash, çfarë, tha, që jam këtu, i thash, jam se kam një aktivitet të cilin ju e keni vlerësuar, më respektoni dhe ju falenderoj, i thash. Por pyes vetin, i tha, si shpjegohet që unë pa letra jam, pa vizë jam, pa gjë, pas një lloj dokumenti, vide këtu edhe u bëj dhe ciu këtyre, i tha, si më thonë, si më ndalon një oficer, një polic, një doganier, një zyrtar grek. Edhe ambasadori qesh, i tha, shiko, ti ke qenë, tha, në datën 26 mars në darkë të Sky, tha. Në datën 27 në mëngjes, ambasadori Amerikan në Athinë, shkon në Ministrinë e Jashtme dhe u thot, ai shtetas i shqiptar që foli mbrëm në televizion është në mbrojtjen tonë. Se ndryshe, tha, ty nuk do të kishte mbetur as molekull tani, tha, jo më të flisje tani të ftoja unë në darkë, në koktej. Pra, unë e mora atje pas që me të vërtet pas kisha bërë një budallëk që do më kushton të jetën. Mund të të mos ishe sot. Do më kushton të jetën. Dhe më mbrapa pasaj mora vesh nga një person tjetër që nuk duhet ja përmend emrin, më thot që ti për 4 orë ke shpëtuar atë ditë, thot datën 27 në mëngjes, datën mirë them 26 në mëngjes. 26 viti? 99. 99, po. Mars. 99. Për 4 orë ke shpëtuar, tha. Kur punon për atë dheu, kur punon për këtë vend, për këtë tokë, është dhe Zoti vetë që të ruan. Se unë për këtë tokë e jap tani jetën që flasim bashkë. Gëzuar. Vërtet je patriot që e mbron në vendin tënd me shpirt. Jo, si që kam madhashë Zoti, e kam me shpirt, a detarizmi nuk diskutohet fare, e kam nga baba ramet pas, nga babaj. Sepse babaj kishte ndonjër 15-16 vjetë në emigracion, dhe thoshte si adheu nuk ka.
Që fliste 4 gjuhë të huaja? 4 gjuhë të huaja. Ishte në Egjipt dhe kishte 2 librat e Spirodines, Valte e Detit dhe Bleta Shqiptare, I kishte me autograf nga Spirodinia, të cilat 3 ditë që ndonjëm në golëm në shiu u bën, u shkatruan. Dhe nëpërmjet atyre librave të ati, unë kam mësuar shumë proverba dhe anekdota shqiptare, të Spirodines. Të Spirodines. Po, duke qenë se u bërë edhe I famshëm atje, ndodhi që të gjuanin këto greket, se greket e pasura nuk e di, pse kam kryer përshtypjen që ishin shumë qeflije. Shiko, kam pasur një parim në jetën time. Nuk do përzihem kur në vend huaj me çfarë do lloj femre, sepse të gjitha femrat, pa përjashtim, në Perëndim, ato që të ofrohen dhe që të afrohen, të spione. Spione. Dhe unë spione u jam ruajtur. Spione ruse, spione greke. Por çfarë s'kishte atje? Atje çfarë s'kishte dhe çfarë s'ka? Më thënë thjesht kjo frika të kam pajtur. Jo, apo jo, hajtë kësur. Po patjetër frika se unë... Frika se qefi edhe mund të ta kishte në qef. Po patjetër, njeri gjallë. Për sa I përket greqishtes, ti e flise në mënyrë perfekte. E kam mësuar që I vogël. E kem mësuar që I vogël nga baba yt, më the. Ke ndonjë këngë të preferuar greke që e dëgjon kur je I mërzitur, I vetmuar në atë zyrën të avokatis? Një këngë të cilën e këndon një ultranacionalist shovinist grek, por kënga është e jashtëzakonshme. Dhe kënga është Shqiponja vdes në ajër. O atos pethenis ton aera. Dhe midis të tjera është thot, edhe pse se plagoset Shqiponja dhe bie në zjarë. Dhe thot, edhe në përmjet tymit të trupit tim, thot, unë prap do ngrem në ajër. është këngë shumë do me thënë, se po ta dish gjuhën, është e bukur, pik mua veti. Të tjerat pastaj janë këngë po këto këngët e dashurisë? Se grekët mbajen për këngë dashurie më shumë? Ka sa të duar, si që të po thua. Kë ke ndonjë këngëtar ose këngëtare të preferuar? Kam Jani Miljokën, që këndon këngën Greko Maskara. Greko Maskara? Po të më këngë dashurie? Ana Visin, apo kush? Apo Shpak Brez? Gliqerin që këndon me këtë, që thotë Sava Ton Boris, dhe Ftera Boris, e tjera. Pra, këngët I kanë të bukura. Të themi ati që është. Shumë, edhe poezinë kanë shumë të bukur. Dhe mbi të gjitha I kanë me kuptim dhe mbi të gjitha janë në tabanin grek. Ka mall të dëgjoj një këngë shqiptare që të ketë tabanin shqiptar, nuk ka. Nuk janë ruajtur fare gjëkundi, e kanë tratuar traditën që nuk I dëgjon dot. Edhe një tjetër. Ne nuk e duam vendin tonë. Mjetet e informacionit masiv nuk e duan kombin tonë, nuk e duan shtetin tonë, nuk e duan popullin tonë. Dhe të më thonë, jo po deshen. Shkoni tani të dalim në çdo kafe të Shqipërisë, dëgjon vetëm këngë të huaja. Po, e vërtet, ndërsa në Greqi, vetëm greke. Po. Vetëm greke. Pra, kjo mua më dhëm shumë. Më dhëm shumë, jam njeri. Dhe nuk se nuk është se skemi që të themi. Nuk është se s'kemi histori. Në historinë e kemi shumë herë më të mirë se të atyre, më të pasur se të atyre dhe më heroike se të atyre. Por neve na kanë tratuar një institucion antikombëtar që quhet Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Me në krye? Komplet trupën, si që janë. Po. Sepse kohët e fundit, unë kam se gjithmonë jam interesuar për pjesën kombëtare shqiptare për historinë time. Pra, duket sikur ndonjëherë ke dhe si fiksim jete të çështjen e adetarizmit. Po. Në 89-ën vjen Nermin Vlora me të shoqin këtu në Tiranë. Unë kisha miqësi me Ismail Vlore, me djalin e Qamilit, nipin e Ismail Vlorës, dhe e takova, kjo kishte kushirë të parë Nerminin, dhe marrë një studim të saj për Etruskët. Po para se më hape shumë tema të Marte Mirat Marte dhe më kalove nga një ashtu tjetër. Shiko.
është botuar në Shqipëri në 59-ën, 60-ën një libër Etruskët fillojnë të flasin. Zaharia Miami, një historian arkeolog francez, vjen në Tiranë, vjen në Shqipëri, e çojnë në dajtë këta tonët, e respektojnë dhe thënë një dash. Edhe e pjekin, pyet, dëgjon fjalën dash dhe i pyet, ku ti thoni dash, jo thot ai? I thonë ata këti shokut këtu që kemi për të... Adhe, edhe i pyet edhe për një 10 fjalë tjera që i kishte në blok, të tëra që në Shqip. Ikën, vete në Francë, studion një vit në Sorbonne, gjuhën Shqipe, e kemi librat e Zaharia Miami, ti kemi këtu, mund të shikoni shqiptarët, të hapin syt, se po na shkelin grekët edhe sërbët. Dhe, shkruan librin, Etruskët fillojnë të flasin, dhe flet disa fjalë nga ato. 10 vjet më vonë, shkruan, bën librin e dytë, Fundi i misterit etrusk. Pra, etruskët kanë folur Shqip. Kjo fjalë më vjen dhe në një debat që kisha me një nga më shovinistët në Greqi, avokat Konstantin Plevri, Kosta Plevri, djali i cilit është ministri i shëndetësisë sot në Greqi. Nga këta të argimitarët nuk diskutohet, Krisia Vji. Dhe më thot, kur keni filluar ta mësoni gjuhën Shqipe, ju thot? Ta flisni gjuhën Shqipe? Dhe prandaj më vjen natë me Akademinë e Shkencave dhe nuk ja u fal atyre dhe kur nuk do t'ua bëj zoti hallall atë djersin edhe ato lekte shqiptar, taksa paguesve shqiptar ju, që thoni gjuha Shqipe është folur nga viti 400 e këtej, turp të kini. Gjuha Shqipe ka 5.000 vjetë që është folur e shkruar në gjuhën etruske, merri shikoj. Thot, la fare fis la fare fisin për në epitaf në një që vdes. Zia zi, thot, maras maf, mërzi e madhe, Shqip puro. Dhe i them këti Konstantin Plevrit, e ke në shtun e Lemnos, si ti theme, ke atje zotëri gjuhën Shqipe, 5.000 vjetë për para. Dhe Bremir i them që ma the, e kërkove këtë gjë, dhe po të thema, e që ju e quani gjuhë greke, i them, e vjetër, nuk është greqisht e vjetër, se kur thua vroqis, shiu, ti thua shi i themi në shqiptarët. Ju i thoni vroqi, për ju e kemi dëshuar, jo ne kemi original. Ju mallit, pasurisë i thoni mall, në greqishtën e vjetër, i thoni dhe mallit, po të dy e këto fjalë kemi ne në Shqip, ju i keni hequr, thoni taplut, i thoni mallit, ose borgjit, ju i thoni dhanjo, po me dhanjo është Shqip me dhanë, është puro Shqip. Pra, duat se më qove nga një ashtu në tjetër, se ka shumë, do të bëjmë një emision tjetër për qështin me Greqin. Ka shumë për të shtjelluar, dhe që edhe teleshikuesit tuaj të mësojnë dhe të dinë gjëra që nuk janë thënë, deri më sot se nuk guxojnë t'i thonë shkencëtarët shqiptarë turp të vi, po e them prap atyre që thonë gjuha Shqipe është 1400 vjeçare. Turp të vi, nuk janë shqiptarë. Kush i paguan? Po ju them juve, kush ju paguan juve që thoni që bëni këtë krim karshi të parëve tanë? Kush i paguan? Shteti grek? Sërbi dhe greku dhe morska, se këta nga ata paguhen. Shikoj, pjesa me madhe kanë marruar Akademinë ato shkollat të Francës, universitetet franceze. Franca ditë që është armiku më i madh i popullit tynë, që nga kohë Napoleoni që trajtonte Pukvili, e tjera, sot e kësaj dite, ata janë. Unë i pash se qenë në një 8 ditë në ambasadën e tyre. Kështu që... Tani, në Shqip, mall dashurie, mall është tjerë malli me atë gjatë të theksuar, mall që do më ka marrë malli për tyja, dhe tjetër gjë mall, pasuri, mall e gjë, mallin e gjë, bravo. Po është edhe mall droga, apo kjo ka hyrë kështu? Kjo është, mos e thuaj më këtë se kjo është që turp. Po ja, di pse them, është e folja. Kjo është e folja. Jo, dakor, po kështu i thonë në gjuhën e rrugës. Në gjuhën e rrugës po them. Jo, është e gjuhës kriminelve edhe të narkotrafikantëve. Narkotrafikantëve, po nuk... Këtë dërgoja Edi Ramës se a i mbështet ata, jo mua. Jo, së dim ne që i mbështet Edi Rama. Pse i mbështet? Pse i mbështet? Tani është historin vete, do bëjmë emision tjetër dhe për këtë, mos kemi reakcion, nuk përtoj t'i them gjërat. Jo, po të mos e lëmë këshu e nim. Jo, po praktikisht, ku janë, pse s'dënohen? Pse nuk dënohen, sa grupe janë kapur?
Kush i mbrot? Historinë vetë ajo. Në rregull. Pra ishim të gjuha, që greket, ati janë mbylla gojnë, i thash, ato që ju i quani greqisht nuk janë gjithë tjetër veçse shqipe e pastër. Për të mos thënë për të tjera pastaj kur për shtatë zani që ngelet një femër, e tjera që janë puro shqip. Tani, flitet shumë për shumë pyetja që bëhet më e shpeshtë është Himara është greke apo shqiptare? Ke një përgjigje për këtë? Gjithë ata që thonë Himara është greke, po të kisha mundësi tani, unë nuk jam kriminal. Unë nuk vras. Dhe mizën dhe gjarpri nuk e vras, po nuk më ngacmoj. Po këta dua t'i pushkatoj të tërë. Këta e njës të pap cip, të pa nder, të pa fytyr. Këta nuk janë shqiptarë, këta janë shqipfolës. Ti thuash Himarës ti ishtë greke kur gjysmën e fiseve i kena golemin a progonati dhe nga Nevica e Ngusmari? Si që ka greke? Nga i gjetën greken? Ata kanë një gjuhë greke që të vjen turp ta dëgjosh njerë, edhe nuk mu ta dëgjosh, unë që di gjuhën greke, unë ata si dëgjoj do. Pse si flasin ata? Pare ta plaçka, thosh një plak në spile. Qa do me thëmë? Merë plaçka të shqip. Në më që ta thosh e greqisht, po t'ishte greke. Si do e thoshte? Pare ta pragmata, ta gjërat. Gjysmat shqipi kanë gjysmat greqisht. Parë të gajdhuri lidhe sto huri, thot. Merë gomarin e lidhe për dëruri. Kjo është Himarjotja. Greqisht e Himarës. Turp të vi. Himara nuk është greke. Himara është labe, safi. Do marrëm pirodhimen. Po. E ke në progonat thuet shulleridhime, i fisit dhimaj. E ke atje. Del aji Beleri, edhe thot jemi në progonati, vërtet ishtë në progonati, po aji si palacio që është, thot jemi grek në progonati, pra vurive si me një gurë dy zoq, e pare punës që janë vetën grek, e dyta bëde progonatin tjetë grek. Pra këto nuk shkojnë, edhe këto i pranon akademia jo në shkencave, pranaj thash që ata duen qëruar që andej. Ata e njërës të shqitur, njërës të patjetër, të paguar nga greku, paguar, dëgjo, nuk u tha kot, ministri jashtëm grek, që para shumë kohës që tha ne paguajmë $50 milion vit për vit medjave greke, medjave shqiptare që të flasin në favor tonë. Kjo është shumë e vërtet. Dhe i vetëmi që i kundër vetë kësaj punë jam unë, del njëri. Pra, janë shkencëtarët në thonjza, tanë, që s'janë shkencëtarë, po janë thjesht punëtor partije të paguar nga Beogradi dhe nga sigurimi shteti shqiptar. Dhe unë them atyre, dilni bëni karakteristikën, sa nga ju jeni bashkëpunëtor të sigurimi shtetit? Se unë them, shkoni, kontrolloni gjithë arkivat e shtetit shqiptar, çfarë do që të gjeni, përsa që islamin publikojeni. Më pastër se ka i s'kam që them. Je i pastër. Jo vetën unë. Si kam bërë shkuj. Po pranaj. Si ka mundësi që ke shpëtuar pa ndonjë dru të mirë andej, sepse Lert Vasili për shembull ka dalë dhe ka thënë që jam dhunuar nga njerëz të agimit të artë. Sepse ka folur hapur. Ty të ka ndodhur në një situatë unë në ndonjë panel televiziv në Greqi, Lerti nuk e kam parë. Do të thonë, po si është e vërteta atëherë? Tani se di ai, pyesni atë. Se ke parë fare, asnjëherë. Mendoj që unë kam video sa të duash. Edhe të 97-ës, edhe të 99-ës, edhe të 2000-shit, edhe 2001-shit, edhe 2003-shit, edhe 2004-ës, deri në 2005-ën. Unë kam qenë pothuajse për herë në mediat greke, dhe s'më ka thënë njeri, mërë s'më ka ndaluar njeri, unë isha në Omonia. Po. Në Omonia, në qendër të Athinës. Në qendër ku kërkojt dhe punë. Ku kërkojt dhe punë dhe që shqiptarët, sheshjomona që vinin shqiptarët dhe kuj dalonin të shkretëse. Nuk e kuptoni pëse i dalonte policia greke, se kështu duke në njërë aty s'kishtë si ta dalonte, po nga qeset e bukës një dhe nga cigari në gojë dy. Këto dy element i dekonspironi dhe i nëzirin që ishin shqiptarë. Ndërsa unë atje kaloja ditë për ditë, se aty e kisha punën. Aty kishe... Kishe dyqani pronari ku punoja unë. Kam fotografi bilet ati dyqanit. Dhe a i më dërgonte 2 vjetë e para kam punuar për ata, ndërsa pastaj gjatë gjithë kohës tjetër kam punuar për vetetime. I në dritë shpirti se kam ndruar jetë Aleko Fotaqi, po më ka lënë edhe çlek që kam fituar i kam marrë në xhepin tim. Pa paguar as taksa greke as një. Aleko Fotaqi është ish pronari, Ish pronari. Pra,
Unë atje kaloja për ditë, si më ndaloj njeri, të më thoshë, hajtë këtu mor letër, ç'ke, leja, pasaporta, ç'a drejt. Absolutisht jo. Kështu që... Do më thënë, ky Laertia ka fut kot. Si me to? Nuk e di, s'kam të drejtë ta gjykoj, nuk e kam përballën, nuk flas për njeri që thjesht... nuk e njoh nga afër. Se kam parë, unë se kam parë, mund të ketë qenë, nuk e di. Se ka pasur dhe ca shoqata atje, jo vllazërimje, ku di unë që ishin këto. Madje grekët më pyesin vazhdimisht mua, më thoshin, kë përfaqëson ti? Veten time, më thoshin, se praktikisht veten përfaqëson, as kisha njëri tjetër mbas pinë. Edhe bravo të qoftë që ke arritur të deportosh atje, që flitej shumë edhe për racizëm. Shiko, herën e parë... Apo jo, kishte racizëm? Racizëm kishte që të kemi atë punë, po... Po pra, ndaj them, si e ke dalë? Herën e parë, thash, kam marrë datën 24 mars të 99-ës. Pastaj gjatë gjithë kohës tjetër, më kanë marrë gazetarë grek, qoftë i ndjeri Jorgo Tranga, qoftë Spiro Karaxhaferi, qoftë Viqi Mihalonaku, qoftë Pano Panayotopoulos që kohët e fundit ishte ministri i mbrojtjes së Greqisë, e gazetarë tjerë kush i marrën tani se ata atë punë kishin gjenin njeriun e dur për ta shkundur për audiencë. Po, vetëm kaq. Edhe ti që kapeshe fyt me grekët në debate televizive. Unë jam kapur, jo me grekët, po unë ka pasur dy profesorë sërbë atje që një ishte nga Beogradi, profesori teologjisë, jepte mësim në universitetet greke. Kisha një tjetër që kishte marruar shkollën fetare për prift. Kisha një gazetar, duhet ta kenë njohur, jo duhet ta kenë njohur, por e kanë njohur se s'bën shqiptarët, një gazetar të Tanjugut. Që e dinte greqishten pastër dhe ai. Kam debatuar me këtë Koshtunicën me telefon nga studio, por që më lidhte ky Trendafilopuli për të thënë dhe përkthente ai gazetari jugoslav. Sërb. Janë shumë, si mbaj më të tëra. Tani që marrëdhënie ke me shtetin grek? Asnjë problem. Nesër po duash dhe bashkë, nisim me vemja. Po, nuk ke asnjë problem. Madje po them me këtë tjetër, që shumë herë nga që më njihnin isha bërë person publik atje dhe ata e dinin me kë kishin bënin, nuk kontrollonin as makinën. Do të thënë ti mund të merrjen fusje në makinë çfarë doje. More, sikur tisha i asaj pune, do kishe bërë namin. Do kisha bërë namin në tek. Armë, drogë, të gjitha. Se nuk shes vdekje, jo. Nuk shes vdekje, edhe shumë bukur. Kam besim të Zoti, jam besimtar. Ti ke edhe moralin, e ke pikë të fortë, po para se të bëj një pyetje në lidhje me moralin, se edhe avokat edhe je njëri i drejtësisë, para se të bëj këtë pyetje, doja të pyesja, duke parë se kishe në studiot e Greqisë dhe në studiot e Shqipërisë, ku të duken gazetarët më të aftë, moderatorët? Në Shqipëri apo në Greqi? Në Greqi. Në Greqi? Po. Do të them. Po Arion Muçën, se është bërë një video virale me Arion Muçën. Kush është Arion Muça? Arion Muça ishte partneri Erion Arusit. Ai që i thash të martohesh me një burrë? Jo. Unë isha i ftuar i asaj, jo i atij, me atë, ai ndërhyri vetë në bisedë. Shiko, ishte një emision që unë e provokova vetë. Po. E kërkova sepse sa kishte dalë një vendim i Bashkimit Evropian për të futur insektet në menun e restoranteve dhe të lokaleve. Dhe mua kjo gjë më acaroi shumë. Dhe i thash Erionës, ka mundësi të bëjmë një emision vetëm për këtë punë? Po, tha Eriona, edhe vajta. Dhe me di se kishte ftuar një nutricioniste aty që kishte ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ajo. Është ajo, mund ta gjesh në YouTube. Dhe ajo thot se s'ka ndonjë është gjuna, thot që të theren bagti, thot se u dëm shpirti dhe atyre më të thash. Dhe këtyre ky vendim i Bashkimit Evropian ka dalë thot sepse është gjuna, thot që të vriten bagti e të tjera. Mo i thash, pse u ardh ka kaq shumë gjuna atyre për të therrur dhënt ato qëngjat, kecat, viçat, dhe nuk u vjen gjuna për mira e njerëz që i vrasin në luftë? Pse pas kanë që kanë më të mëshirshëm për bagtin që ta ka dhënë Zoti për ta ngrënë, dhe që kanë të mëshirshëm për ata që vriten në luftë? Dhe ky tha, dhe u them atyre, i thash, u drejtojmë atyre
të Bashkimit Evropian, atyre LGBT-ve, thash, janë që të gjithë LGBT-ata, e prapë edhe më dhe sot, janë që të gjithë LGBT-ata të Bashkimit Evropian, që na detyrojnë të hamë insekte, që ne na i ka dhënë Zoti me bollok. Ujin, frutat, ushqimet, barat, të tëra klimën e ka dhënë të shkëlqyer dhe s'ka nevojë të hamë insekte. U them atyre thash që martohen burr me burr. Dhe tha ky, ndërhyri ky. Arioni. Nuk e di emrin se dhe tani si e mbaj mend. Po tha pse tha s'ka ndonjë gjë të keqe tha dhe këtu në Shqipëri tha janë martuar shumë burr me burra. Burra me burra. Arioni ka pas të drejtë sepse duhet të jesh në rregull me audiencën. E kupton? Me ka audiencë? Po, Arioni duhet të ndërhynte në atë moment. Por të qenë në rregull me audiencën që mund të ishin LGBT për shembull. Dhe mund të prekeshin nga ky koment, më kupton? Unë prapë dhe tani të ke mundësi marrë të tërë në det. Dhe tani të flas këtu ke ju. LGBT-qët në det të zhduken, janë fare ndyrë, fare që nuk duhet të ekzistojnë gjikundi. Dhe i thash ati, po ti mërë zotëri, thash, pëse si ke martuar me një burë? Pas ke unë burë. Se Arionin e kemi shok. Baje një shok ju. Po që më tha... Po ti pse ke shoqe Arionut, ja, për nga që është gjini femërore, kështu të e bëjmë tani? Jo, unë me Arionën kam miqësi sepse më kaftuar disa herë dhe kam respekt për të, më ka respektuar. Beshaka, për të... Mendoj që në emisionet e saj kam bërë atë që duhet bërë dhe kam thënë ato që duhet thënë në mënyrë më njerëzore, por jo të më thot ai mua është normale, thot martohet burr me burr. Nuk është normale, do më thënë. Është pervers, është... Këta e njerëz që duhet zhdukur në faqe edhe unë të them. Po. Tani, me që Ky është koncepti im. Në rregull. Unë jam për familjen. Po, grua me grua mund të martohen? Apo një të gjë? Pak më ndryshe. Një të gjë është. Pak më ndryshe? Jo. Atëre, do ta thellojmë çik bisedën këtu? Në rregull, po. Sepse është edhe çështja e ligjit. Është një diskutim shqiptar, domethënë që do interesoj disa personave. Dëgjo. Na dalin ca fëlliqësira këtu, del dhe ai dhe mbron me të madhe, thot duhet të i lejohen LGBT-qët. Zoti i ka ndarë dhe të kafshë dhe të njerëzit sekset e ka bërë burë grua. Dash dele, qap dhi, ka ose viç lop. E po këto thonë që dhe në botën e kafshëve ka LGBT. Atëre të shkojnë ati ku i takojnë, të bëhet e kafshëve, e dakord. Me qka të shkojnë bëhet partner me ata, me ato kafshë që janë të këtila, dhe unë të jem në rregull. Turp të keni ju qeveritarë shqiptarë, që gjithë ju, kushdo që ka qenë kryeministër dhe që është që ka lejuar ata plera të bëjnë parada aty. Se ju po na vrisni fëmijët. Ju, ti Edi Rama që i lejon të bëjnë parada ata, ti po na vret fëmijët. Ti po bën genocid të fëmijët tanë. Ti kërkon që të zhduket fara shqiptare. Dhe do vi atje, sepse janë masonët ata që nëzisin këtë. Pa tjetër që dua të ndalemi dhe të masonët dhe të Illuminati. Bravo. Janë ata që duan të qeverisin botën dhe që të qeverisin botën duan të apaksojnë numrin e popullsisë. Janë ata që prodhojnë ilaçe vdekje prurse. Ishin ata që deshin të na vaksinonin dhe me që jemi të vaksina. U vaksinove ti? Jo, unë jo. Ti? Bravo, si qytë pas ka në Zoti mundin e hajrit. Po ti? Unë kam bërë protestën e parë në 7 maj 2020 kundër vaksinave. Unë kam qenë i pari bashkë me Fred Sakon, me Ira Kurtin, të cilët i përshëndes nga ekrani juaj, sepse kemi qenë një grup i shkëlqyer qytetarës shqiptar, intelektualës që i thamë stop kësaj pune se kjo është vrasje. Dhe praktikisht dollin vrasëse. Vaksinat dollin vrasëse. Ne kishim të drejtë. Nga e dia unë dia protokollet e precisioniste, të cilët kanë hartuar protokollet të tilla që para 200 vjetësh për të marrë ata pushtetin dhe për të qeverisur ata botën. Dhe botën do ta qeverisin duke krijuar një fe, një qeveri, një gjuhë, një monedhë dhe të kenë një padisha mbi krye, një mbret mbi krye. Kush do jetë ai mbreti? Kanë kërkuar, mendojnë që të sjellin Davidin. Kështu kanë thënë, kështu i kanë planet e tyre. Pra, unë duke ditur këto programet e tyre, unë thash dalore se këta po na vrasin. Plus që kisha lexuar dhe kisha se dëgjon në parantezë,
Më unë nuk kam ngrënë bukë sa kam lexuar libra. Po pra, dhe mua më ka bërë përshtypje mënyra se si ti flet që je shumë informuar në lidhje me teoritë konspirative, se këto në fakt teori konspirative quhen. Jo, mos janë konspirative, ata i thon hapur fare tani. Ata kanë dalë ditën për diell. Ne thon, pse nuk flet deri për krimet që bën Izraeli në Palestinë, në Gaza? Pse nuk flasin? Ku janë këta humanistët evropian? Ku janë si atje po vriten gra dhe fëmijë? Pra, janë masonët ata që duan, që nxisin dhe që i detyrojnë dhe qeverit e vendeve tjera të bëjnë këtë ligj. Dhe në protokollet e tyre kanë një paragraf që thonë: ne do vendosim në shtetet, në qeverit e shteteve gojime jemi ne që nuk jemi qifut, njerëz të korruptuar, të degeneruar, sepse vetëm nëpërmjet atyre ne do t'i qeverisim let gojimin dhe do marrim pushtetin që të kemi një qeveri botërore. Pra, është ky funksion, është ky mision i tyre, ky plan i tyre që duan të qeverisin botën. Ndaj, po, ti ke thënë për Edi Ramën që është mason. As bëhet fjalë fare, se ka mohuar ai. Se ka mohuar. Jo. Po unë si e mason ai, kush e mbante aty atë? Njerë duhet dini një gjë, po nuk mund të marrësh pushtet në Shqipëri pa hedhur firmën diku te shokët mason. Është pa mundur. A ishte Sali Berisha që e miratoi ligjin për martesat LGBTQ në Këshillin e Ministrave? A e keni parë? Po, patjetër. Kam parë, patjetër, e kam ndjekur. Pra, si e pranoi këtë gjë Sali Berisha është malsor, është tropojan. Si na e bëri këtë turp? Dhe të përgjigjet, të dalë të më thotë se e kam bërë thirrje disa herë. Po ndoshta është bërë mendje hapur Sali Berisha me kalimin e kohës. Mendje hapur? Po fëmijët e tij do t'i lërë të bëhen LGBTQ? A të se di? More njeriu me mend, provoj me trupin tënd, si të dhëm ashtu më dhëm. Kështu thot populli shqiptar. Dhe këtë u them këtyre. Pra me këtë që bëjnë, duan të na shkatërrojnë, të na zhdukin. Dhe lufta që po bëhet tani nuk bëhet kot lufta kundër gjuhës. Gjuha është ajo që është pasaporta, karta e identitetit për çdo komb. Këta pikërisht atë godasin. Dalin ata linguistët shqiptar, këta shëquajturit gjuhëtar shqiptar, dhe thonë gjuha shqipe është gjuhë e re. Një kohë që është 5.000 vjetë e kaluar. Dhe do marrë materialin që më ka dhënë me dorën e saj Nermin Falaski, e kam dhe me fotografi me gjyra, të vim një herë tjetër që ta diskutoj. Po, patjetër. Je një dashurues i gjuhës shqipe, ha? Cila është fjala më e bukur e gjuhës shqipe? Zgjidh vetëm një. Një? Dhe një fjalë tjetër që të duket se gjuha shqipe ka dhe fjalë të rënda. Themi atë që është. Më e bukur dhe më e ëmbla e më e mira është fjala tungjatjeta. Tungjatjeta. Asnjë popull tjetër se ka këtë fjalë. Pse më nget pse më ngasmon unë, po. Po kemi shumë gjëra për të folur. Kalem te morali. Je shumë moralist ndonjëherë. Në ç'kuptim? Kuptim? Në kuptimin që duket ndonjëherë sikur jep mendimet e tua, por ke dhe pak atë moralin brenda. Shiko, morali është, nuk të pyeta kot në shkuptim, sepse morali ka një diapazon të gjerë. Pra, morali fillojnë që nga besa, besnikëria, nga mbajtja e fjalës së dhënë, nga mos tradhtijet, mos jesh mos tradhtosh, dhe tradhtia hyn, dhe tradhtia e mikut, që të mund të tradhtosh mikun, mund të tradhtosh dhe bashkëshorten, ose bashkëshortin. Pra, morali thash ka një gamë shumë të gjerë. Unë, për vetë time, njoh veten si njeri me moral shumë të lartë. Dhe deri më sot që Zotit kështu e kam ruajtur fytyrën time, dhe ashtu si kundër ma ka dhënë Zotit të bardhë, ashtu do t'ja kthej prapë, nuk e nxij. Sepse beson në Zot, ë? Besoj në Zot, patjetër. Ka shumë shqiptarë si ty në këtë vend, që e kanë moralin e lartë? Dhe si mund të jetosh i qetë në kushte të barabarta? Do të thonë me këta njerëz që thuhet që nuk e kanë moralin ashtu siç ti the tani. Në luftë jam. Në luftë? Me ta në luftë. Me mullin të erës? Po. Në luftë jam me ta, nuk bëhem me ta bashkë. Se, urdo, a mu ta quash të moralshme lejimin, ligjin e martesave LGBTQ? A mu ta quash moralshme? Në qoftë se jemi njerëz.
po duan të na kthejnë në bagti, në turm, dhe të rekomandoj të lexosh librin Protokollet e Sionit. Protokollet e Sionit. Se aty do gjesh të vërtetën. Aty do ta gjesh që do ta shikosh që jo vetëm që s'kemi qenë konspiracionistë dhe s'kemi bërë konspiracion, por kemi thënë gjëra që populli shqiptar duhet i di mirë. T'i hap syt. Dhe fatmirësisht koha na vërtetoi, vaksinat dollën vrasëse. Ka ndalë apo s'ka ndalë vrasëse? Tani kështu thuhet? Jo kështu thuhet. Po, është në gjyq Pfizeri. Pfizeri në Në Angli, në Londër dhe në Amerikë. Është në gjyq. Në fakt të tëra një formull kishin. Le se s'vun emra të ndryshme, kompanit që e prodhonin. Një formull ishin. Futja e elementeve të rënd në trupin e njeriut. Alumin, oksid alumini, zhiv, ku di unë. Edhe zhiv, ë? Po, pa tjetër. Autikët pse janë shtuar në mënyrë galopante. Para 90-ës kishe apo s'kishe një autik në 100.000 vetë. Tani në çdo 10 vete ke një autik. Pra në vrasit. Dhe objektivi i tyre është që të reduktojnë popullsinë e botës. Dali se harrova një tjetër. I keni parë në qiell ato vijet e gjata të mëdha? Po. Që mbeten për një kohë gjatë? Po, çfarë janë ato? Ato Po na helmojnë. Spërkatje, na helmojnë. Na helmojnë. Dhe na helmojnë me stroncium, oksid stronciumi, oksid bori dhe oksid alumini. Ne na duket diçka e bukur kur e shohim. Po, të duket e bukur, është vrasje. Dhe nga e mora vesh këtë unë. Këtë ka britur 1993-94 në Athinë. Një gazetar grek, po që mi hap një nga një ti mua, trajton problemin e djegjes së pyjeve dhe jep një program në të cilin dy shkencëtar amerikanë në Kaliforni vende marrin material nga lëvozhga e bimëve në pyjet e Kalifornisë ku binin zjarre të mëdha. Dhe shikojnë që në lëvozhgën e bimëve kishte oksid, kështu përqindje të lartë oksid alumini, që është shumë që ndizet me njerë. Se të digjen dhe pemë të njoma, bim të njoma, të digjen për njerës, nuk bën vaki. Pra i bëjnë ata. Dhe po të shikoni, zjarret njerë të adini që janë të qëllimshme, të pa diskutushme. Dhe Masoni Edi Rama i lejon që i vën ato zjarre se po të doj shteti absolutisht asnjë shkrepse nuk ndes dot. Ashtu, do të thënë dhe për zjarret është fajtor Edi Rama. Absolutisht, patjetër që është Edi Rama. Bëjmë një renditje. Për çfarë është fajtor Edi Rama nga gjitha që na ndodhin e sot? E para është fajtor për vjedhjen galopante të pronës së shtetit dhe të parave të shtetit. Ku i ka incineratorët? Ku i ka si mund të ndodhë që të vej 20-25 milion euro një kilometër autostrad, s'ka vend të botës që e bën këta. Nuk ndihet njeri. Dhe për këta unë i drejtohem shokut Dumani, i cili i përgjigjet në mënyrë perfekte Edi Ramës, nuk arreston njeri. Pse, po ne? Thuhet që kanë thirrur atë balluken nesër. Balluken i the ti? Balluken. Do vi ballukja nesër, do të thot atyre shiko parrini urt ju, edhe rini gati tu para meje, kështu do do bëj, ta dish. Do t'i thonë që ke një 7 akuzati për kështu, për korupcion, për tendera, se lufta e tyre bëhet për tendera, nuk bëhet për Shqipërinë. Keni dëgjuar të flasë ndonjëri nga politikanët shqiptarë për gjendjen ekonomike të qytetarëve shqiptarë? Keni dëgjuar? Absolutisht jo. Vetëm për tendera. Tendera me leje, tendera pa leje, tendera ai, tendera ky, vetëm tendera. Pra ku të vjedhin sa më shumë. Dhe vjedhjet janë të llahtarshme. Vetëm kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar me qindra mijëra euro të vjedhura nga shteti dhe nuk flet njeri. Pra është hajduti kryesor. Edi Rama, ta them Edi Rama, ta kam thënë në kanalet tjera, kudo që kam folur. Dhe do ta them sa të kem frymën gjallë. Je hajduti kryesor në Shqipëri. Nuk pëlqen fare Edi Rama? Ka ndonjë karakteristikë që... Nuk më pëlqen komunistët, jo. Janë tërë komunistë këta, pa përjashtim. Ke
81 vjet, 84 vjet që nga 41-shi, kur dy Sërbët krijuan Partinë Komuniste Shqiptare, ishin Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici, dy personat kriminellet më të mëdhenj që kanë vrarë dhe nacionalistët që ishin në radhë partizane, si që ishte Mustafa Matoiti apo Asim Zeneli nga Kurveleshi, e tjera Bashehu e tjere, dhe deri sot e kësaj dite po qeverisin ata. Pra janë, ne po na qeveris Serbia praktikisht, Beogradi, dhe mos shkojmë më tutje pastaj të ushqime që vinë nga Beogradi, të bjelli të ushqime të tëra që jemi të helmuar. E ke ngritur zërin her pas here për çështjen e gjithmonë, dhe prapë po them, ku janë farat e frutave tona edhe të perimeve tona që kemi pasur, se ka një bank farash këtu. Ku janë originalet? Që mbillen her pas here, po. Jo, ajo nuk ndryshon, ajo është e përjetshme. E ka shteti, çdo shtet e ka këtë. Dhe banka e farave botërore ndodhet në Norvegji, në një frigorifer, tunel frigorifer shumë të madh, që ruhen farat e gjithë botës. Këta i kanë zhdukur. Dhe i kanë modifikuar. Dhe kur lindi modifikimi? Lindi kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte ministri i jashtëm Henry Kissinger në vitet 60 e ca. Dhe u reklamua këtu në Shqipëri si kur inxinjeria gjenetike do bënte çuditëra, do shtonte prodhimin e tjera. Po, e shton prodhimin, po të funde vdekjet. Kështu që vdekja është prezente gjithandaj. Është urdo, ha ushqime të kontaminuara, pik. Frika jote më e madhe në këtë realitet që jeton? Zot na ruaj. Unë i friksuar jam në çdo kohë nga veprimet e tyre, po frikë tjetër s'kam, se jo frikë personale, kam frikë në kuadrin kombëtar të shqiptarëve. Po ja, se u vra dhe një gjyqtar brenda gjykatës së apelit. Si e komenton? Nuk desha të flas, se po të flisja do më thonë ke bërë gabi. Dhe që nuk flas, i gjithë auditori juaj e kupton pse nuk flas. Se do thosha që e ka merituar. Në një personalisht? Jo, kam dy vendime të ti që njërin e ka marrë në dhomë këshillimi, në mënyrë më të pajustifikuar, fare të pajustifikuar, ka miratuar një kërkesë pa di dhe një objekt pa di, në të cilin vëllai i merr vëllait dhe gjysmën e shkallës, siç janë shkallët që ngjitet për në shtëpi, gjysmën e shkallës ja jep këtij, ja jep këtij. Këto nuk kanë anë udhë të rrinë. Nuk po them pastaj për gjyqje të tjera dhe për skandale të tjera që dua ta bëjmë një emision vetëm për dy raste që i kam skandaloze. Bëjnë mu, dënon gjykata e Firit dhe e Vlorës dhe gjykata e lartë lënë fuqi dënimin me 20 vjet burg të një personi me indicje të nderuar qytetar shqiptar, pas një provë, pa faktin penal në dorë, me indicje. Kjo është drejtësia. Dhe drejtësia është tërësisht partijake, 100%. Kjo çështja e pronave është një plagë shumë e rëndë në Shqipëri. Është një plagë që është... të vrasin për pronën. Më qovet e masonët. Masonët thonë, ne do t'i shpërënsojmë gojimet, do t'u marrim pronat, dhe kur të merë pronat të ka marrë shpirtin, të ka marrë jetin, të ka marrë të tëra, s'ke të hash bukë nësë mëngjes. Pra është plan i vjetër strategjik që të shpërënsojnë popullit dhe Shqipëria është një shtet kavje. Ta shtjellojnë që këtë këtu? Pse jemi shtet kavje? Në vitin 45 që u pushtua Shqipëria nga komunistët, në 29 nëntor, pushtimi i tyre solli që shqiptarëve të mirte pronën dhe shqiptarët nuk u ngritën. Eksperimentuan masonët, shikojmë të marrin pronat, çfarë do bëjnë shqiptarët, do ngrihen, nuk u ngritën. Nuk foli njeri. U bë 7500 njerëz, nuk u ngritën, nuk foli njeri. Ne jemi popull kavje. Dhe shtet kavje që tallen masonët me ne. Skandal burra shtetit. Që t'i dalin zotë vëndit. Se po të kishte burë, po ata që mund të dalin, ata nuk marrin pushtetin, se cilën ata, se të gjitha qeverit i përcaktojnë ata, si që të thash që në fillim që ata kanë në program që në kryet e qeverive të vëndeve të ndryshme gojim që nuk janë qifut, do vënë njerëz të degeneruar, të korruptuar që t'i komandojnë kollaj. Dhe kjo është e vërtet. E shikojmë për ditë. E përjetojmë për ditë.
Ti avokat, drejtësia në këtë vend ekziston në një farë mënyre? Në fjalorin në gjuhë shqipe e ke. Po në realitet? Në realitet, hajde me mua në një seancë gjyqi, edhe do vish me mënd dhe do ikish pa mënd. Unë juftoj, mirë një kamerën të vini të shikoni. Kur unë i them, zotri, ky nuk mund të ndodhë, se më hapë dy gjëra që nuk qëndrojnë, që nuk durohen. Motori këtu në antë rrugës dhe i zoti motorit këtu dhe është bërë aksident me motor. Motori pa grevishur fare, ky i vdekur i zoti motorit, dhe gjykata e Vlorës, prokuroria e Vlorës, thotë është aksident automobilistik, është tiksh nga mënd e kokës. Në fakt çfarë është? Fakt është vrasje. Vrasje e mirë fillt. Do marrë një rast tjetër, këto që kam unë në dorë. Në mars të 2019-ës, u tha që u bë një aksident në Borçë dhe u mbyt një vajzë. Vajza në fakt, edhe prokuroria e Sarandës, tha që vajza ka pasur timoni se që me gjithë dashurin ajo, edhe i dashuri tha timonin e kish kjo, tha, në makinë. Edhe prokuroria thot po, kjo ka qenë në makinë, me që vdiq ajo, e mori ajo, e mbuloi dheu dhe kaq. Në fakt, na ka bërë përshtypje gjithmonë që çështje të ndryshme, vrasje të ndryshme ngelen aty. Bëhet bujë 2 ditë dhe pastaj se kush e vrau. Se nuk luftojnë avokatët. Unë që luftova, mbas 6 vjetësh vërtetova që s'ka qenë vajza në makinë, një, dhe dyta që vajza është mbytur militar, dhe është futur e vdekur në makinë dhe është edhe në kanal. Filmat më të frikshëm, horror. Ja këto bëjnë. Si në filma. Ja kështu, si në filma. Këtë të motocikletë se kam në gjykat në apelit këtu, tani ka rundatën 2. Sepse ka kundërshtuar prokuroria e Vlorës se quan aksident. Or është tiksh nga mënd e kokës. Do të tregoj të marroj emisionit të tregoj në video, në fotografi, fotot e motorit e të kufomës atë e njitur njëri me tjetrin. E të mërshme. Çfarë çështjesh ke ti aktualisht, domethënë, në çfarë fushë ke aksidente? Kam dhe penale edhe divorcimet. Cilat dominojnë, që të kuptojmë se çfarë ndodh me realitetin shqiptar. Kjo është pyetja e fundit për bisedën serioze, pastaj do kalojmë te dashuria dhe qefi. Okej? Dëgjoj, në Shqipëri s'ka drejtësi. Dhe fajtor, një pjesë e madhe e fajt, 80% u bie avokatëve. Se nuk luftojnë. Avokati, ai qytetari, kur të ka besuar që ta mbrosh, të ka dhënë shpirtin, të ka dhënë jetën, të ka dhënë avenirin e tij, të familjes së tij, është përgjegjësi e llaktarshme për atë që ka trun kokë dhe që ka shpirt, ka zemër një herë. Se ta ka dhënë ty të drejtë që ta mbrosh. Po avokati mbron edhe vrasësin. Dëgjoj, edhe vrasësi ka të drejtë të mbrohet. E ka me ligj. Por do ta mbrosh atje ku mund të gjesh ndonjë arsye, ndonjë shkak pse ka vrarë. Megjithse në gjuhën e vjetër të popullit ton është thënë që fajtorës gjithnjë gjivritjet. Po sa bëri borxh nuk e vret një njeri, nuk të bën dora. Pra do kesh një arsye shumë të fortë që të vrasësh. Megjithatë, je shumë kontrovers. Po prandaj më ke ftuar këtu. Fiks, gëzuar avokat. Gëzuar zonjë. Na kënaq avokat me muhabetet. Zoti avokat, me që jemi të drejtësia, jemi të krimi, të bota e krimi, domethënë, që janë hynë edhe vrasjet me pagesë, po vrasjet pa pagesë, dua një përgjigje. Sa është vlera më e ulët e një vrasësi me pagesë dhe cila është vlera më e lartë? Për këtë nuk di se s'kam pasur rastet kësaj natyre që të gjykoj vrasës, të mbroj ose të marr pjesë në një gjyq të një vrasësi me pagesë, dhe nuk e di se që tarife kanë dhe si i kanë. Nuk mere me këtë fush, por di këtë që vrasjet janë shtuar për një shkak politik. Për një krim politik. Dhe krimi politik është ligji 7501, i cili i futi shqiptarët që të vrasin njëri tjetrin për 1 metër tokë apo për 10 centim gardh të ashtyjmë tuti ose më të hu. Dhe për aq kohë sa ligji 7501 do jetë në fuqi, shqiptarët do vriten, do kanë vrarë
njëri tjetrin, e vrasin njëri tjetrin dhe do ta vrasin njëri tjetrin, sepse askush nuk ta fal tokën e babës. Përfshi këtu pastaj krimi që bën shteti që nëpërmjet hipotekave, të cilat i ka marrë në drejtimin e tij Edi Rama, dhe nëpërmjet letrave falsifikime, që kam dokumentat falsifikuara nga hipoteka, i kam në zyrë. Po, i kam falsifikuara. Të një trulli që kam pasur unë te Rruga Budi. Dhe ishte fati im që unë kisha gen planin e fillimit kur e kisha bler atë parcelën, dhe marrë dhe gen planin që kishin bërë të ri unë, i korrigjuar, dhe mbetën ngrin ata tek kulla që është ajo Tore Drini, ishin 40-12 ata të bashkisë. Pra, është shteti që i bën këto, është pushteti hajdut, kriminal, komunist, i cili nuk hejdor nga shpronësimi i shqiptarëve dhe ka kënaqësi që shqiptarët të vrasin njëri tjetrin. Këtu është Po, shqiptarët nuk e vrasin njëri tjetrin vetëm për prona, e vrasin për drogë, e vrasin për grupe kriminale, pastaj grupet kriminale aty kanë, shiko, se po më habit tani kjo situatë, po kjo situatë. Janë zbuluar me 10 grupe, me qindra telefonata, dhe përfundimisht ata prap livrin të lirë. Kush është fajtor? Kush duhet t'i arrestoj? Është policia e shtetit. Policia e shtetit në shumicë e raste kanë futur gangster në policinë e shtetit. Po ju them, kam 4 oficerë të policisë të Pelenës që janë në ndjekje penale tani nga unë. Janë sepse kanë bërë krim tek qytetarët, tek fshatarët e progonatit. Kanë bërë krim dhe unë a them dhe të dalë prokurori përgjithshëm ose ky Dumani dhe thot pse bën këtë deklaratë zoti avokat, se e japun përgjigjen edhe dokumentat edhe provat edhe tëra, dhe prokuroria e Gjirokastrës dhe gjykata e Gjirokastrës akoma nuk e trajton këtë çështje dhe nuk e nxjerr në gjyq. Pse i mbrojnë njëri tjetrin dhe fatkeqësisht sot është kthyer gjykata dhe prokuroria e vitit 1945-46, kur Bedris Pahiu dhe Koçi Xoxhe gjykonin dhe vrisin intelektualët shqiptar. Pra prokurori dhe gjykat tani janë një trup. Edhe në të njëjtar zyra rrin, edhe një trup janë. Dhe avokatin e kanë nxjerr si rudiment, si gjë të pa vlerë. Nuk e ndjeni veten me shumë vlerë. Me që jemi të këto vrasjet, më tabuja, jo, më falë, unë vete në ndje aq me vlerë sa s'ka ku të shkoj më, se unë shkoj në salën e gjyqit dhe unë bëj luftë. Nuk vete që tull kokën si shumë tjerë. Unë vete bëj luftë. I fiton gjyqet? Pa tjetër. Pa tjetër. Do të ke humbur në një gjyq këto kohë? Dëgjo, kam humbur gjyqe që kanë vendosur se kështu dua unë, po jam me prova, edhe jam në gjykat lartë me ta. Në gjykat lartë, në gjykat kushtetuese, nuk i të lë, kur jam bitur që kam drejtë dhe kur argumentoj, kur e puthit dosjen dhe ankemi që bëj, nuk ka burdhën që konteston, se do vjen puna, do vjen në Strasburg, për një 2 çështje që kam unë, dhe detyrimisht do marrë të drejtën. Tani, çështja më tabu, historia më tabu e kriminalistikës shqiptare është pikpyetja e madhe, është vrar apo s'është vrar Ervis Martinaj? Jeton apo s'jeton Ervis Martinaj? Si qëndroni vërtet? Shteti e di këtë gjë. Strukturat e shtetit këtë gjë e dinë. Si ta kuptojnë këtë? Dhe ta thonë. Ja. Si që ta thash. E tim, po pse nuk e japin si informacion nëse e din? Sepse janë interesat të ndërsjellta midis grupeve dhe midis grupeve dhe politike dhe kriminale. E din. Nuk mund të shpëtoj një krim në Shqipëri pa u zbuluar. S'bën vaki. Thjesht nuk duan. Nuk duan ta tregojnë. Po babai i Ervis Martinaj e di? Të vërtetën e djalit të tij? Se me se është marrë djali i tij, ai duhet ta di. Dhe se kë ka pasur armiq djali i tij dhe këtë duhet ta di. Duhet, them unë. Nuk e di, apo se di, është në punë për ta. Nuk kam të drejtë të gjykoj për njeri edhe me një njeri të cili nuk e kam përballë dhe nuk kam komunikuar fare me ta. Jo, e di pse po të pyet, sepse doli lajmi që ai tani ka kërkuar që të shpallet i humbur djali pas kaq kohësh. Po, kishte bërë gjykatë atë kërkesën partinë, gjykatën e Lezhës. Po.
është e drejtë e tij. Nëse ai ka mendoj që djali i tij është zhdukur, ka të drejtë të kërkojë të shpallet i humbur. Që nuk shpallet i humbur akoma, pra ka pikpyetje. Dhe këto pikpyetje i di shteti. Strukturat e shtetit të dini një gjë, asnjë gjë nuk shpëton në Shqipëri pa u mësuar nga policia dhe nga strukturat e posaçme. Thjesht u vën kapak. Po ti çfarë di vetë për Martinaj? Nuk di gjë, s'jam marrë fare me të Si e marrë fare me atë çështje? As di si e kam dëgjuar si emër në media, por nuk. Në rregull, e mbyllim këtu me këtë pjesën e filmit aksion? Kapedani Gjasulua. Gjasulua, që je shumë fanatik, po ndërkohë je edhe mendja hapur. Jam fanatik në drejtim të mbrojtjes së familjes dhe dinjitetit familjes dhe të nderit qytetar. Po për këto eskortat, çfarë mendimi ke? Njerë, për këto kurva thuati që mbredhin kështu me grupe, unë i kam dëgjuar dhe ato, kam parë dhe nga ato që kalojnë atje tek lagja jonë. Ku e ke lagjen? Aty Te Shallvaret. Te Shallvaret. Kalojnë. I kam parë. Do shkoj prap tek masonët. Ata kanë gisht sërish. Absolutisht ata. Ata janë frymëzuesit, nxitësit dhe financuesit e tyre. Dëgjoj, do vim në vitet 60, 65, 70. Do shkoj prap te Henry Kissingeri, ish ministri i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Atëre dolën në mënyrë demonstrative ta shqyrturit hipi. Nuk e di nëse ke dëgjuar për hipit në Amerikë apo jo. Po, patjetër. Hipit u reklamuan dhe u propaganduan si kur ishin qytetar ose rini e varfër, hallixhi, të lirë, donin të bënin një jetë të shturur e tjera. Fakt ata s'ishin të varfër, ata janë paguar me miliona për të dalë lakuriq, për të kryer orgji dhe seks në rrugë ditën dhe natën, me qëllim që të shturë e rinie dhe të pëlqente ajo mënyrë jetese. Dhe kjo vërtetohet nga pantallonat e grisura, Gjinset e grisura. Gjinset e grisura, që kanë shqiptarët sot. Ky është historiku i tyre. Andej erdhen. Dhe shturja u frymëzua dhe u nxit nga ata, me mbështetjen kriminale të pushtetit politik në Shqipëri. Eskortat janë me mbështetjen kriminale të pushtetit politik në Shqipëri. Se nuk janë vetëm kurvat e vendit, kanë sjellë kurva dhe nga jashtë. Nga Brazili, nga Kolumbia, nga Venezuela, nga s'kan ardhur. Pra u intereson kjo shturje atyre që qeverisin dhe që grabisin taksat dhe parat e shqiptarëve. Është politike, mos e quajni eskorta një grup kurvash. Jo, janë të organizuara dhe të i struktuara në mënyrë perfekte për të kryer atë detyrë që kryejnë. Këto dashurojnë, si mendon? Din të dashurojnë? Ato? Jo, ato me thëmë dashuri s'bëjnë. Ato bëjnë kurvëri, jo dashuri. Duhet të ndajmë kurvërin nga dashuria. Ajo që dashuron një djalë e merr dhe ikën mbaroi puna. Ose ai dashuron një vajzë e merr dhe ikën mbaron puna. Ato janë thjesht punëtore seksi quhen në Greqi. Në Greqi quhen punëtore seksi. Në Greqi është legalizuar. Janë të legalizuara, kanë prostitucioni, po. Kanë shtëpit publike, po, dhe janë të kontrolluara nga shteti me licencë, me kontroll mjekësor e tjera. Këtu nuk merret vesh, nuk njeh qenit Zotin dhe këta që bëjnë për të treguar të ndershëm dhe me personalitet, me nder politikanët shqiptarë, se po e them kështu të pacipët, në vend që ta legalizojnë atë problem dhe duhet legalizuar, sepse praktikisht jeton, funksionon. Do apo s'do ti funksionon, eskorta dhe kurvëria funksionon. Këta nuk e legalizojnë me qëllim që të përfitojnë këta. Të përfitojnë vetë nga puna e tyre dhe nga parat që nxjerrin ato. Se ato parat që nxjerrin u japin tutorëve dhe tutorët pastaj vënë shkallë deri tek kreu. Deri tek kreu, po. Fitime të mëdha nëpërmjet seksit. Unë i shikoj që ditë për ditë këto gjëra dalin në media, sidomos në rrjetet sociale. Ka dhe një gjë tjetër, një pislëk tjetër.
Dalin sa ata që quajtura femrat vajzat famshme në Shqipëri që reklamojnë trupin, reklamojnë veshjet. Lej pasaj këngëtare mavri që dalin me të tëra për jashta, vëna një rryp këtu edhe dalin në skenë. Kjo është shturje e nxitur direkt nga shteti, direkt nga politika. Për të tërhequr vëmendjen. Dy Për të gjëra. shtensionuar E para e punës që ato situatën. duan të fitojnë me atë se shikojnë, shesin trupin, dhe e dyta, shteti i leverdis shturja, ajo anarkia i leverdis. Se po të bëhemi të tërë një trup ne, një mendje, dhe të dalëm në bulevard dhe t'i themi zotërit se shkjo që po bën, ne me pështyme mbysim ata. Po ai na përçan kështu. Po dashuria ekziston sot? Patjetër që ekziston, se kemi familje, Mund të na e përshkruash dashurinë si ndjenjë? Është ndjenja më sublime që mund të ketë njeriu. Ti e ke provuar dashurinë e verbër apo atë dashurinë që të hyn ngadalë në shpirt edhe rri më gjatë brenda teje? Shiko, që të dyja funksionojnë. Që të dyja funksionojnë. Qoftë dashuria rrufe, si thonë, kur shikon një femër të bukur, ose kur shikon një djalë të bukur, dhe e të pëlqen dhe me njerë të mbeten sytë në të, natyrisht, por kjo ka dhe të mira dhe të këqijat e saj. Se e shikon që është e bukur, ndrin, shkëlqen, thua ti kjo si kjo s'ka, por ti nuk e di kush është, nuk e di që familje ka, nuk e di që të kaluar ka, nuk e di nga vjen, nga s'vjen, vetëm e pas të bukur edhe vate maroj, si që po bëhet shumë në perëndim tani që martohen me të huaj, qoftë vajza me djem të huaj, qoftë djem me vajza të huaja, edhe krijojnë familje mere. Kjo është shumë e dëmshme. E dëmshme? Patjetër. Sepse njëherë vajtin e i kërkoi vajzën për djalin X i Y-it. Dhe i thot ai Y-i, ore i thot, ka armiq ky djali yt? Jo, i thot ai djali im është me shkollë të lartë, kështu, nuk bën për vajzën time, i tha. I tha, mos m'hajde më këtu. Kjo që do të thot? Kjo do të thot që ai donte që vajzët e tij të martohej me një djalë që të ishte i Zotit, të ishte i aftë, të rriste fëmijë, të lindte fëmijë, të mbante familje tjera. Sot këto si kërkon njeri, e shikon të bukur dhe e merret çon drejtje në shtëpi. Kjo është fatkeqësi dhe prandaj divorcet janë pa numër. Më shumë divorce po dëgjojmë se sa martesa. Më shumë divorce se sa martesa. Apo të them unë me atë punë. Merrem sepse do bëj dhe divorces, natyrisht, vjen qytetari. Edhe cila është arsyeja kryesore e divorceve? Dy janë. Më kryesoret. E para është bigjozi dhe e dyta alkooli. E treta pastaj vjen tradhtia. E treta është tradhtia. E treta. E para janë bigjozi dhe alkooli. Bigjozi gjithmonë nga meshkujt, nga burrat? Nga meshkujt, nga burrat. Gratë jo? Ka dhe gra. Ka ndonjë tek tuk, po kryesisht burrat. Ndërsa alkooli është tërësisht te burrat. Që do të thot, i prishin parat parakeje për konjake, për whisky dhe nuk çojnë gjë në shtëpi. Po tradhtia? Të dyja palët? Tradhtia pastaj ekziston tek të dy palët natyrisht. Dhe funksionon. Pse tradhtojnë burrat dhe pse tradhtojnë gratë? Shiko, tradhtojnë nga që gjejnë fushë të lirë veprimi. Unë kështu e gjykoj. Ka dhe arsye të tjera të cilat s'është nevoja t'i themi, sepse çdo çift në familje i di, çdo burrë e grua i din marrëdhënien me njëri tjetrin dhe e kuptojnë ç'dua unë të them sonde, që të mos i them se i kam thënë një emision tjetër edhe më kanë kritikuar. E ke fjalën për krevatin? Po, për seksin, po kush ka të kritikuar? Po kanë kritikuar tani se thonë ke hyrë në një fushë që nuk të takon ty. Në fakt, është një nga arsyet themelore të ndarjes së çifteve, sepse nuk plotësojnë kërkesat fiziologjike të njëri tjetrit. Po pse përtojnë, ç'a ndodh? Nuk din, përtojnë, nuk janë të aftë, nuk puqen. Janë shumë faktorë, nuk është një. A është e vërtetë ajo që dëgjojmë, më thonë në biseda kështu kafe, që bëjnë njerëzit me një tjetrin që burrat ua bëjnë qefin më shumë dashnorëve se sa grave të tyre? Tani duhet të komunikojmë me të tillë, po edhe kjo qëndron. Sepse gratë u mërziten për një farë kohë, vetë 5-10 vjet natyrisht që
ka konsum. Konsumi ekziston në një marrëdhënie. Ekziston, patjetër. Do të thonë, me kalimin e viteve nuk është se fuqizohet Por nuk natyrisht. dashuria. Por nuk është... Dashuria Dëgjoj. Kur e takon për herë të parë një vajzë, bjerë dorën aty, të zëkorenti. Të zëkorenti. Ndërsa, kur e ke barë grua, pastaj... S'ka më korrent. S'ka më korrent. Klotilda, mos më pyet. Po me të dashurën... Me të dashurën... Pse zgjat emocioni pak më gjatë? Nga që është lidhje fshet, apo nga që ku qëndron sekret? Do të them një fjalë greke. Grekët thonë kështu, i krifizoi i në pjogliqa. Jeta e fshet është me ëmbël. Pikërisht. Dhe këtu qëndron kjo. Kështu që kush di greqisht e kupton këtë dhe i ka dëgjuar. Na e përktheve. Jo më larg se sot në mëngjes e lexova të gjithë apologjinë e Platonit. Si ka mundësi? Se ne as nuk biseduam. E kam në greqisht në Uaj, pa imagjinueshme, se unë, kur të ftova aty, thash do i bëj një intervistë që t'i ngjasoj apologjisë Platonit për Sokratin. Po, apologjia e Sokratit. E shkruar nga Platoni për Sokratin, po. Dhe që në një pikë të përbashkët? Po, një shumë pika të përbashkëta. Por që s'kan arritur deri aty sa të burgose si Sokratin. Edhe s'kan për të arritur, se jetojmë në një kohë tjetër. Në shumë gjëra e gjeja vetën të Sokrati. Sinqerisht pa kështu, e gjeja vetën tek akuzat që i bëheshin atje, se ishin akuza bajate. Akuza thjesht sepse ai u bëi rrezikshëm për pushtetin e kohës. Po. Për ata që qeverisnin. Pushtetin dhe hynit, se atër ishin edhe hynit në lojë. Jo, për pushtetin se ai nuk thot zotat, po thot zoti. Zoti. Po, në greqisht që lexova në original, thot zoti. Në një kohë që greket kanë pasur 12 zotat e Olimpit. Po. Por, thot zoti, kjo më bëri shumë përshtypje. Dhe e quaj me të vërtet krim dënimin e Sokratit. Krimi vërtet dhe shumë gjyqtar, e kam lexuar dhe unë, do më thënë që ishin 581 më duket, gjyqtar që kanë qenë tek procesi gjyqësor dhe që u vun të gjithë kundër. Kam ndjekur edhe një mbrojtje të pashëmbullt të Ciceronit me Kryzogonin në kohën e Romës lashtë, të cilit ju desh avokati prandaj duhet jetë avokat në kuptimin edhe hetues dhe avokat. Po të ketë pasioni një edhe ato inati për të otë vetë tek e drejta o s'ka. Ai u detyrua që dërgoi natën personin që gjeti si ishte bërë falsifikimi në mund, kush e ka parë filmin, nëse e keni parë, dhe zbuloi që nuk e kishte vrarë i birit jati, po e kishte vrarë Kryzogoni ky, që donte t'i mirë të tokat. Një ngjarje afërsisht si këto që kemi ne. Këtu? Jo afërsisht, po si këto që na ndodhin ne për ditë. Po. Pra, historia njerëzore na e ka dhënë shembujt. Ai që do të jetë avokat i ndershëm, ai do të jetë gjyqtar i ndershëm, ose prokuror, hetues i ndershëm, i ka shembujt e historisë, i ka dhe ligjet, se ligjet i kemi të përkryer thua atë që është. Megjithse, po ju them gjë shqiptarëve që nuk e din, nuk ka ligj në Republikën e Shqipërisë që të mos thotë ligji në murkaq, i ndryshuar. Të tërë ligjet janë ndryshuar. Në një kohë që ka shtete që kanë ligje të vitit 1790, 1800, e si kanë luajtur. Ne i kemi tëra ndryshuara. Pse? Sepse ligjet i bën çdo pushtet i bën sipas oreksit të tij dhe sipas interesave të tija. Kjo është situata jonë. Fatkeqe për këtë popull. Se këta... Ligji në dorën e Maliqit, siç është të kaj filmi. Po, këta përfitojnë nga që kanë një popull të urtë. Po mos rrini të urtë, mor shqiptarë, se duhet t'u a them dhe këtë si se duroj dot. Po mos rrini urtë, more, po ngreuni kërkoni atë që u takon, se në fundit, më mirë një fundit të mërshëm, se një të merë pa fund. Me këtë do t'a mbillë me shqiptarët. Shumë e bukur. Bravo. Nuk e ti, oratori pa parje. Tani, Sokrati, në ndryshim nga ty, kishte gruan 30 vite më të re. Shiko, që ka marrë një grua 30 vite më të re,
do të thotë që ajo grua e ka vlerësuar mendjen e Sokratit se sa fizikun e Sokratit. Thuaj që ka qenë i shëmtuar, nuk ka qenë që në pamje. Po është mendja që të bën të bukur. Po, mendja të zbukuron, ë? Tjetër. Pse u duket në një burr i bukur mund ta shpif. Jesh. Ashtu. Është mendja që të bën të bukur dhe ajo grua ka dashuruar mendjen e Sokratit. Dhe kjo është një e vërtet. Mendja të bën të dukesh i bukur. E ke parë me që beson te Zoti. E ke parë Zotin ndonjëherë, e ke takuar? Në kuptimin figurativ se. Mos e thoni më këtë. Se Zoti nuk del ta shohim unë ti. Dhe kur vemi në atë jetë, kur të vemi atje, nuk do ta shohim, do dalëm para tij, do gjykohemi, por atë nuk do ta shohim. Dhe do na ndaj pastaj ti shkon në xhenem, ti shkon në xhenet dhe u la. Ti ku do shkosh? Si mendon? Mendoj që kam punuar dhe jam sjell për në xhenet. Megjithatë ai e di, është gjykatës. S'jam unë. Avokati që shkon të gjykatësi, Zoti. Hajt gëzuar. Po. Tani gëzuar. Biseda me ty mund të zgjas net, nuk e di se sa mund të zgjas, po... Faleminderit. Unë mendoj që tani mund të mbyllim me një gjë shumë të bukur, me një pasion tëndi, nuk e di për poezin, ke një pasion? E lexon? I memorizon poezit? Lexoj shumë dhe më pëlqen poezia, dhe sidomos poezit e shkurtra, jo poemat e gjata. Më shumë... Madje i dëgjoj me shumë edhe me dhimbje nga njerëzit tim e Tereshat Arbanës, të cilin e përshëndes nga ekrani juaj, se Reshati të bën të ndjesh atë që I reciton shumë bukur në fakt poezitë e Gjergj Fishtës. Gjergj Fishta është idhulli im, ta din gjithë shqiptarët. Ke ndonjë moment që mund ta recitosh? Kam bërë një gjë, jo nuk mbaj mend ashtu, po para 7 vjetësh, 6 vjetësh kam vajtur në Fisht, te shtëpia e Gjergj Fishtës, e kishin kthyer në një stall lopësh. Kishte ca dyshek të prishur atje të kashtë, barë, gjethe, një skandal i vërtet. Bëra një video me telefon, e hodha në Facebook, pas një 2 vjetësh dikush u kujtua, pastaj dhe e kanë rindërtuar, e kanë bërë tamë si duhet. Dua të denoncoj edhe një fakt tjetër. Me qesaratët e Pelenës u zbulua, kur po asfaltoi rruga, u zbulua një ndërtim i vjetër i Kosës Qezarit. Ndërtes, nuk e di çfarë ishte kështu, dhe që bën grekët, e mbuluan dhe kanë vënë asfalt mbi të. Është një krim që ishte bërë historisë kombëtare. Unë i ftoj këta të Akademisë Shkencave, arkeologët, vemi bashkë, ka tregoj unë kush është. Se edhe kam filmuar bile me telefon, ja dhash dhe korespondencës së News 24 në Gjirokastër, që ta transmetonte, nuk e di pse nuk e transmetoi, a ishte një krim që ishte bërë kulturës kombëtare dhe historisë tonë. Kam shumë gjëra për të thënë ti, Klotilda, po. Ke pa fund, kur ishe në Greqi? Më kujtoj një nga një. Po, kur ishe në Greqi, shkoje në buzukët e Greqisë? E shijoje muzikën? Dëgjo, nuk e kisha atë mundësi ekonomike që të shkoja në buzukje, se do paguaje shumë. Po kam shkuar në një 2 koncerte të Kedi Garbis. Si të duk? Mirë. Edhe të Moskoliusi kishte ajo. Një 2-3 këngëtar të mirë me emër grek. Që jithnin... Ata helin lekë, karafile edhe sërin më pjata, po ata artin e kanë ashtë. Po, e vërtet është. Dhe artin e kanë grek, hiqu kapellën, kejnë atë po deshe, që unë si urre kur qytetarë grek, kur në kurës, sepse duhet të vjellë bukën që kam ngrënë me tabashk, se i kam pasur miqë dhe kam parë hajirë nga punë e tyre, nga dirësit, nga marrëdhëniet e tyre të ngrota njerëzore, por ata artin e kanë art, ata gjuhën greke kanë gjuhë greke, këngët greke kanë këngë greke. Tani lidhur me gjuhën, me prejardhin e tjera, gjuha është jona së atyre. Është jona, e thamë. Këtë duhet ta themi. E thamë në filmin. Ke dëgjuar këtë duetin që ka bërë ky këngëtari Noizi, e njeh Noizin si reper, me një këngëtar grek, Konstantinos? Jo.
Senjev? Nuk e kam dëgjuar se këta dëgjoj, nuk i dëgjoj më, po ta them shqip, ta deklaroj, ta dëgjojnë tërë. Nuk dëgjoj këngë shqiptare. Ku ti dëgjoj? Vete në kafe dëgjon anglisht. Vete dëgjon italisht, anglisht, greqisht dhe serbisht. Kam dëgjuar shqip, jo. Shqip s'ka. Kjo është gjysmë shqip, gjysmë greqisht, ndaj të pyeta. Se kam ndjekur. Kanë bërë dy këngëtar, kanë bërë Ma dërgo ta dëgjoj edhe të t'ja dhe vlerësimin. Kënga titullohet Nero, uj? Nero, uj. Uj, po. Nero. Nero, po. Atëherë. Po e the Nero është latinisht, i zi, italisht. Nero. Po e the Nero është greqisht, uj. Okej. Konstantinos Argyiros dhe Noizi. Atëherë ishin të dy. Të shofi, të të takoj, që të them sa të dua. Këtë greku, këngëtari grek. Greqisht. Shiko, që është një bashkëpunim dhe një duet i mirë, kjo duhet thënë, sepse dhe melodia është shumë e bukur. Shumë e bukur, është më shumë greke. Është këngë greke më shumë. Unë jam pasionant për muzikën. Po pra, se ndaj duhet të ndaloja të kjo pjesë. Dhe një tjetër që s'ta kam thënë, në 66, në mars të 66, vinë nga Liceu Artistik i Tiranës, një komision pedagogësh për të nxjerrë talente për muzikën. Konkurojnë atje se i bje filharmonik, sa atëre kështu autodidakt, kuptohet. Dhe fitova. Dhe më thonë do vish në Tiranë në Qershor. Vinë Qershor, kam qenë këtu atëre kur erdhi quen Laj që ka folur nga balkoni i Komitetit Ekzekutiv Tiranës, ju s'kishit lindur atëre asnjëri. Dhe konkurova në lice dhe fitova dhe këtu. Dhe më thanë, tani në datën 15 shtator do vish të vazhdosh shkollën në liceun artistik. Në datën 11 shtator, partia e punës më çojnë Golan. Ua. Ta preu ëndrën, në? Por në fakt ne sot Ma ndryshoj jetën. Ta ndryshoj jetën komplet, se mund të ishe një muzikant, një kompozitor i këngëve të festivalit, do bëje këngë për Parashevis Makun. Ka këngë, ja, shiko, kemi kaluar, kemi jetuar dhe kemi dëgjuar, kemi kënduar këngë të shkëlqyera, këngën Ne jemi tre. Unë kompozitori dhe poeti bëhemi tre. Do këngëtari, kompozitori dhe poeti. Ose këngët e Vaqezelës që janë të pa përsëritshme. Ajo është, për mua Vaqezela është këngëtarja me mirë që kam dëgjuar deri sot në botë. Në botë? Në botë. Po? Nuk është gjë Edith Piaf, francezja, që ta krahasosh me Vaqen. E pa mundur. Nuk ndodh. Vokaliteti i Vaqes dhe melodia e Vaqes dhe shpirti me të cilin këndonte Vaqja nuk përsëriten më. Kemi këngëtarë të mirë, ka dalë Parashevis Maku, apo të tjerë, vajza dhe djemë që kanë kënduar bukur, po Vaqes na vjen më. E vërtet. Tani sot do bëjmë një performancë? Se ti jo vetëm më fizharmonikës, po ti bje dhe bje... Culës labe, s'kisha që bëja dhe e bleva në Gjirokastër një paracakosh. Dhe e kemi këtu sot. Ja ka marrë me vete, po. Ja ku është. Po më detyrove ti ta marrë, se su ta miri. Po si më the, nuk e kam të vlajë. Po, se nuk doja që të... Edhe thua që i drejt dhe i moral shumë. Jo, dhe që i drejt nuk jam, jo. E di gjo, i drejt më dollaj. Po, tani, unë dëshiroj verën. Hajtë mbol tani. Ua, gëzuar. Se dhe baritore bëra, dhe muzikë të letë bëra çdo më tani. Avokat Zaçës nuk e kemi parë asnjëherë më parë. Faleminderit. Kjo ishte një improvizim? Po. I zonës, i një muzike... Që të më vinë mënë, bëja ti, mos kujto të që i kam të regjistruara.
Këte ke bler vetë këtë vegël muzikore? E bleva në Gjirokastër. Edhe sa kushtoj? Ku di unë 5.000 lekë më duket. 5.000 lekë. 5.000 lekë. Gëzuar. Gëzuar. O kënaqur. Ishte kënaqësi që unë njohëm nga afër. Shumë kënaqësi. Jam i detyruar të ta them. Ke bërë një emision shumë të mirë, shumë të goditur, po e ke bërë të ngrohtë. Të ngrohtë. Ky është qëllimi. Duhet t'i them gjërat. Ky është qëllimi im. Se unë si që them të liga them dhe të mira. Po. Se ndryshe nuk jam ai që jam. Jo, Po qefin e kam të mere me qeverit. Aty e ke gjithë... Aty e kam. Gjithë merakun aty e ke, ndaj dhe unë të quajta Sokrati, që sot bëre apologjin tënde. Gëzuar dhe mirë se ishe në Close Friends. Miru ta kofshim në podcastet të tjera. Ratë të tjera, pa tjetër.